Big Brother Kosova, nata që tronditi shtëpinë, Alba, Limini dhe Dolcena në qendër të stuhis, shtëpia e Big Brother Kosova ka përjetuar një nga netët më dramatike dhe më të komentuara të këtij sezoni. Një natë që do të mbahet mend gjatë nga publiku dhe banorët. Një moment i papritur, një reagim emocional i fortë dhe një veprim impulsiv mjaftuan për ta kthyer atmosferën nga qetësia në kaos të plotë. Momentet që ndezën gjithçka nisi kur produksioni, përmes kamerave që nuk flen kurrë, kapi një skenë intime mes Limin dhe Dolcenës brenda shtëpisë. Dy banorët, të cilët deri atëherë kishin mbajtur një raport të paqartë, u pan duke u puthur në ambientet e përbashkëta të shtëpisë. Pa e ditur se ajo që po ndodhte do të kishte pasoja të mëdha, por ajo që e bëri situatën vërtet shpërthyese ishte fakti se Alba, një nga banorët më emotive dhe më të përfshira emocionalisht në lojë, ishte dëshmitare e kësaj skene. Alba përballë realitetit, nga heshtja të shpërthimi, sipas pamjeve të transmetuara, Alba fillimisht mbeti e shtangur. Fytyra e saj reflektonte mosbesim, dhimbje dhe zhgënjim. Për disa çaste ajo qëndroi në heshtje, duke i ndjekur me sy Limin dhe Dolcenën, sikur të mos e besonte atë që po shihte, por heshtja nuk zgjati shumë. Emocionet e grumbulluara shpërthyen në një reagim të fortë. Alba u largua me nervozizëm. Mori një bidon me ujë dhe, në një moment që do të bëhej viral në rrjetet sociale, ia hodhi ujin mbi kokë, duke krijuar një situatë kaotike brenda shtëpisë. Reagimi i banorëve, shok dhe konfuzion, të gjithë banorët mbetën të habitur. Disa u ngritën në këmbë, të tjerë mbetën të ngrirë në vend. Askush nuk e priste një reagim kaq të drejtpërdrejtë dhe kaq dramatik nga Alba. Disa banorë u përpoqën ta qetësonin, të tjerë morën anën e saj, duke thënë se reagimi ishte i kuptueshëm. Ndërsa një pjesë e konsideruan veprimin e tepruar dhe të papranueshëm, atmosfera në shtëpi u mbush me tension, zëra të ngritur dhe diskutime të nxehta që vazhduan për orë të tëra. Limini dhe Dolcena përballë pasojave, Limini u pa i hutuar dhe i pavendosur. Në momentet pas incidentit, ai u përpoq të justifikohej, duke thënë se situata ishte keq kuptuar dhe se nuk kishte dashur ta lëndonte Albën. Dolcena, nga ana tjetër, mbajti një qëndrim më të ftohtë, duke deklaruar se ndjenjat nuk mund të kontrollohen dhe se ajo nuk ndiej fajtore për atë që kishte ndodhur. Këto deklarata vetëm sa e shtuan zemërimin e Albës dhe thelluan ndarjet mes banorëve, produksioni dhe ndikimi në lojë. Produksioni i Big Brother Kosova nuk ndërhyri drejtpërdrejt në moment. Por ishte e qartë se kjo ngjarje do të kishte pasoja në vazhdimsinë e lojës. Publiku u nda në dy kampe, ata që e mbështesin Albën dhe e shohin si viktimë emocionale, ata që mendojnë se reagimi i saj ishte i egzageruar dhe jashtë rregullave. Ky incident ndryshoi dinamikat e lojës, aleancat dhe mënyrën se si banorët e shohin njëri tjetrin, një moment që do të mbetet në historinë e BBK. Ngjarje të tilla janë arsyeja pse Big Brother mbetet një nga formatet më të ndjekura televizive. Emocione reale, reagime spontane dhe pasoja të paparashikueshme krijojnë një spektakël që mban publikun të mbërthyer pas ekranit. Nata e bidonit me ujë nuk ishte thjesht një incident, ishte një pikë kthese për këtë edicion të Big Brother Kosova. Fjalët që nuk kthehen më mbrapsht, ajo nuk ju afrua me nxitim. Alba nuk ishte më ajo vajzë që reagonte menjëherë. Hapat e saj ishin të ngadaltë, të qëllimshëm, sikur çdo centimetër distance që shkurtonte drejt Limin të kishte peshë. Në fytyrën e saj nuk kishte më as lot, as hutim. Vetëm një qetësi e rrezikshme, ajo qetësi që lind kur mendja ka kaluar një kufi dhe nuk kërkon më mirë kuptim. Limi e pa që po vinte. Dhe për një çast mendoi të largohej. Jo nga frika, por nga lodhja. Sepse ajo që po afrohej nuk ishte një debat i zakonshëm. Ishte përballje, keme e pa çfarë ka me të ndodh, tha Alba, me zë të ulët, por aq të prerë sa ajri përreth u tendos. Nuk ishte britm. Nuk ishte kërcënim teatral. Ishte fjali e thatë, e nxjerrë nga një vend ku emocionet nuk kërkojnë më zbukurim. Alba nuk po fliste për veprime konkrete. Po fliste për pasoja. Për ndryshim. Për diçka që do të ndodhte, jo sepse ajo do ta shkaktonte me forcë, por sepse diçka tashmë ishte thyer. Limi e pa drejt në sy. Nuk uli shikimin. Nuk u përpoq ta qetësonte. Në vend të kësaj, buzëqesh i lehtë, me një lodhje të thellë që nuk kishte asgjë sfiduese në të. Në fund, tha ajo ngadalë, është vetëm vdekja. Fjala ra mes tyre si një gur i ftohtë. Jo dramatike, por e rëndë. Alba nuk lëvizi. Vetëm ngriti vetullat pak. Si dikush që po dëgjon diçka që e kishte menduar edhe vetë, por nuk e kishte artikuluar. Dhe vdekjen, vazhdoi Limi, nuk e imagjinoj se si do më vinë nga ty, nuk ishte provokim.
Ishte kufi. Një vijë e qartë e vendosur mes asaj që Alba po shprehte dhe asaj që Limi refuzonte ta pranonte si të mundshme. Me ato fjalë, Limi nuk po thoshte nuk kam frikë prej teje. Po thoshte, ti nuk ke atë pushtet mbi mua, heshtja që pasoi ishte e gjallë. Alba e ndjeu gjoksin t'i ngrihej lehtë, jo nga zemërimi, por nga diçka më e thellë, zhgënjimi i kthjellët. Sepse ajo nuk po kërkonte të shihej si kërcënim fizik, po kërkonte të shihej si faktor. Si dikush që nuk mund të injorohet më. Ti mendon se unë po flas për vdekjen, tha Alba më në fund, me një ton më të ulët, pothuajse i qetë. Dhe aty gabon, Limi nuk foli. Vetëm e dëgjoj, unë po flas për atë që vjen para saj, vazhdoi Alba. Për humbjen e qetësisë. Për prishjen e rehatisë. Për momentin kur kupton se gjërat që ke marrë si të sigurta, nuk janë më, fjalët e saj nuk ishin të nxituara. Ishin të menduara. Dhe pikërisht kjo i dha pesh, Limi ndjeu një lëvizje të vogël brenda vetes. Jo frikë, por shqetësim. Sepse Alba kishte të drejtë për një gjë, ajo që po ndodhte mes tyre nuk ishte për funde absolute. Ishte për transformime. Dhe transformimet janë më të vështira për t'u përballuar se fundet. Alba, tha Limi, me një ton më të butë, ti po e bën këtë më të madhe se ç'është. Alba buzëqeshi lehtë. Një buzëqeshje pa ngrohtësi, jo, u përgjigj. Ju e bëtë më të vogël se sa duaj, ajo u kthye pak nga ana tjetër, sikur të donte të largohej, por ndaloi. Kur thash ke me e pa çfarë ka me të ndodh, tha ajo pa e kthyer kokën, nuk po flisja për ty, po flisja për mua. Limi mbeti pa fjalë. Për versionin tim që nuk do të hesh më. Që nuk do të pres më. Që nuk do të gëlltis më faktin që të tjerët jetojnë sikur unë të jem dekor. Ajo u kthye sërish nga Limi, dhe kjo, tha qetë. Është diçka që nuk vdes, Limi e kuptoi atëherë se përballja kishte mbaruar. Jo sepse Alba kishte fituar, por sepse kishte ndryshuar terrenin. Ajo nuk po kërkonte faj. Nuk po kërkonte frikë. Po kërkonte njohje, ndoshta, tha Limi me zë të ulët, ne thjesht nuk e kuptuam njëra tjetrën kur. Alba ngriti supet lehtë, ndoshta. Por tani, të paktën, e shohim qartë, ajo u largua pa dramë. Pa zhurmë. Pa kthyer kokën pas. Dhe Limi mbeti aty, duke menduar për një gjë të thjeshtë, por të rëndë. Ndonjëherë, fjalët më të rrezikshme nuk janë ato që flasin për fundin, por ato që flasin për fillimin e një versioni të ri të dikujt. Zarfi i zi i mendjes, ka momente kur njeriu nuk humb durimin. Humb busullën. Nuk bërtet, nuk vrapon, nuk sulmon. Thjesht diçka këputet në mendje dhe gjithçka që ka qenë më parë, logjika, vetkontrolli, turpi, bie si një perde e vjetër. Për Albën, ai moment erdhi pa paralajmërim, por nuk ishte i rastësishëm. Ishte ndërtuar ngadalë, ditë pas dite, me heshtje, me përtypje dhimbjeje, me fjalë të pathëna që ishin bërë barë, kur pa Dolcen dhe Limin duke u puthur, nuk ishte thjesht një skenë dashurie. Ishte një shpallje lufte për mendjen e saj. Jo sepse ata po putheshin, por sepse po e bënin sikur ajo të mos ekzistonte. Sikur gjithë prania e saj, gjithë durimi, gjithë pritja, të ishin një gabim që tani fshihej me një gjest të vetëm. Në atë sekond, Alba nuk ndjeu xhelozi klasike. Xhelozia ka dhimbje, por ka edhe shpresë. Ajo që ndjeu Alba ishte zbrazëtie e përzier me zjarr. Një ndjesi që të heq tokën nën këmbë dhe ta mbush kokën me zhurmë. Do ju a tregoj unë qefin, mendoj, jo si plan. Jo si premtim i qartë. Por si një fjalë instinktive e dal nga një vend ku nuk ka më filtër. Truri i saj filloi të punojë ndryshe. Nuk analizonte më pasojat. Nuk pyeste më veten nëse kishte të drejtë apo jo. Mendja e saj hyri në një fazë mbrojtjeje të verbër. Nëse nuk më shihni si njeri, do më shihni si kërcënim. Dhe aty lindi metafora e zarfit të zi, do dal me zarf të zi, përshpëriti ajo në mendje. Zarfi i zi nuk ishte vdekje reale. Ishte simbol. Ishte mesazhi që vjen kur diçka ka marrë fund. Ishte paralajmërimi i fundit. Alba nuk po mendonte për shkatërim fizik. Po mendonte për shkatërim iluzionesh. Për prishje qetësie. Për nxjerrje në dritë të asaj që të tjerët e merrnin si të mirëqen, sepse Alba nuk donte t'i lëndonte. Donte t'i trondiste, pamja e puthjes vazhdonte të luajë në mendjen e saj si një film që nuk ndalet. Buzët e tyre. Afërsia. Qetësia e tyre. Dhe ajo, jashtë kornizës, e padukshme, do ta shohin çfarë do ju bëj, mendonte ajo.
por ajo çfarë nuk kishte ende formë. Ishte ndjenja e pastër. Ishte revolt. Ishte një mendje që kërkonte të rikthente kontrollin, edhe nëse kjo do të thoshte të dukej e errët, e ashpër, e pakëndshme. Alba u largua nga skena pa zhurmë. Kjo ishte gjëja më e frikshme. Sepse njerëzit që largohen duke bërtitur i kupton. Ata që largohen në heshtje, jo në vetmi, mendja e saj u bë më e zëshme. Çdo mendim ishte i mbredh. Çdo kujtim merrte ngjyrë të re. Ajo filloi të rishkruante historinë në kokën e saj, jo për ta shtrembëruar, por për ta parë pa iluzione. A kishte dhënë më shumë se sa kishte marrë? Po, a kishte heshtur kur duhej të fliste? Po. A e kishin marrë qetësinë e saj si dobësi? Absolutisht, dhe kjo ishte pika ku Alba nuk donte të ishte më e mirëkuptueshme. Nuk donte të ishte ajo që kupton gjithmonë. Donte të ishte ajo që nuk injorohet dot. Zarfi i zi në mendjen e saj u bë simbol i transformimit. Jo fundi i të tjerëve, por fundi i versionit të saj të vjetër. Ai zarf nuk mbante lajm për vdekje, por për ndryshim. Për ndarje. Për prerje të ftohtë emocionale, do ta shohin, mendonte ajo sërish, sepse ndonjëherë ajo që tremb më shumë nuk është ajo që bën, por ajo që je i gatshëm të bëhesh kur të shtyjnë shumë larg. Alba e dinte se pas asaj dite, asgjë nuk do të ishte njësoj. As për të, as për ta. Sepse kur mendja kalon atë kufi të padukshëm, nuk kthehet më plotësisht mbrapsht. Ajo nuk ishte më vajza që priste shpjegime. Ishte dikush që kishte vendosur të mos kërkonte më leje për të ekzistuar emocionalisht. Dolce dhe Limi mund të mendonin se gjithçka kishte mbaruar me një puthje. Por për Albën, ajo puthje ishte vetëm fillimi i një kapitulli ku ajo nuk do të ishte më figurë dytësore. Zarfi i zi nuk u dërgua kur fizikisht, por u dërgua në mënyrën si ajo ndryshoi shikimin, fjalët, distancën. Dhe ndonjëherë, kjo është forma më e fortë e paralajmërimit, sepse kur dikush thotë do ta shohësh çfarë do të bëj dhe nuk e shpjegon. Ajo që vjen më pas nuk është shpërthim. Është transformim, dhe transformimet janë gjithmonë të frikshme për ata që të kanë njohur vetëm të heshtur. Përballja që nuk mund të shmangej, ka momente kur një veprim i vetëm mjafton për të thyer të gjitha heshtjet e mbledhura me muaj. Puthja e Limin me Dolcen nuk ishte thjesht një shprehje ndjenje. Ishte një akt publik, një zgjedhje e bërë pa kthyer kokën pas, pa menduar se kush po shikonte dhe çfarë po shembej në atë çast. Dhe Alba e pa gjithçka, ajo nuk reagoi menjëherë. Qëndroi në vend me trupin që i ngurtësoi dhe me mendjen që i mbushej me një zhurmë të çuditshme, si një alarm i brendshëm që kishte kohë që priste të ndiste. Nuk ishte vetëm xhelozi. Ishte ndjenja e fshirjes, e zëvendësimit, e poshtërimit të heshtur. Limi u largua nga Dolce me një buzëqeshje të lehtë, ende e zhytur në emocionin e momentit. Nuk e pa Albën menjëherë. Dhe pikërisht kjo e bëri gjithçka më të rëndë. Sepse për Albën, ajo mosvëmendje ishte edhe më fyese se vetë puthja. Limi, tha Alba më në fund, me një zë të ulët, por të prerë. Zëri i saj nuk ishte i dridhur. Ishte i ftohtë. Dhe kjo e bëri Limin të ndalonte. Ajo u kthye. Sytë e saj u takuan me ata të Albës. Për një moment, Limi e kuptoi. Kuptoi që ajo puthje nuk kishte mbaruar aty. Kishte pasoja. Dhe ato pasoja po qëndronin përballë saj. Çfarë është? Pyeti Limi, duke u përpjekur të ruante qetësinë. Alba bëri disa hapa drejt saj. Nuk ishte agresive në lëvizje, por kishte një vendosmëri që nuk linte hapësirë për shmangje. Çfarë është? E përsëriti Alba me një buzëqeshje të hidhur. E pyet vërtet këtë? Heshtje. Dolce ishte ende aty pranë, por Alba as nuk e pa. Për të, ai ishte tashmë një figurë dytësore. Kjo përplasje nuk ishte për të. Ishte për Limin. Për tradhtin që nuk ishte thënë kur me fjalë, por ishte ndjerë gjithmonë. Mund ta kishe bërë ndryshe, vazhdoi Alba. Jo para meje. Jo sikur të mos ekzistoja fare. Limi u mbrojt instinktivisht. Nuk të kam borxh shpjegime për ndjenjat e mia, fjalët ranë rënë. Sepse ishin të vërteta. Dhe e vërteta, kur thuhet pa ndjeshmëri, bëhet armë. Jo, tha Alba, duke tundur kokën ngadalë. Nuk më ke borxh ndjenjat, por më ke borxh respektin. Zëri i saj u ngrit pak. Jo në ritëm, por në intensitet. Tashmë të tjerët kishin filluar të vërenin tensionin. Ti e dije, Limi. E dije çfarë ndjeja. E dije sa e dobët kam qenë.
Dhe prap zgjodhe ta bëje kështu, Limi shtrëngoi nofullën. Në sytë e saj u shfaq një nervozizëm që nuk ishte parë më parë, nuk mund të jetoj duke u frenuar nga frika se kush do të lëndohet. Nuk jam përgjegjëse për mënyrën si ti e përjeton, aty ishte përplasja e vërtetë. Dy mënyra të ndryshme të parit botën. Alba, që besonte se lidhjet njerëzore kërkojnë kujdes. Limi, që besonte se ndjenjat nuk kërkojnë leje, jo, ju përgjigj Alba ashpër. Por je përgjegjëse për mënyrën si vepron. Dhe ti veprove pa asnjë konsiderat, Dolce u përpoq të ndërhynte. Alba, nuk ishte qëllimi, mos fol, e ndërpreu ajo, pa e kthyer kokën. Ky diskutim nuk është me ty, kjo fjali e la Dolcen pa fjalë. Për herë të parë, Alba nuk e pa si rival. E pa si dikë që ishte përdorur si mjet në një lojë emocionesh që nuk e kishte zgjedhur plotësisht. Alba u kthye sërish nga Limi. Ti nuk je armiku im, tha ajo më qetë, por me një thellësi që dhemte. Por mënyra si më fshive sot. Ajo nuk do të harrohet. Limi heshti. Sepse për herë të parë nuk kishte përgjigje të shpejtë. Fjalët e Albës kishin goditur aty ku nuk mbrohet dot askush. Ndërgjegjen, nuk kam kërkuar të fshi, tha më në fund Limi. Por nuk do të kërkoj falje për atë që ndjej, nuk po të kërkoj falje, u përgjigj Alba. Po të kërkoj ta pranosh që më lëndove. Sytë e tyre u kryqëzuan për disa sekonda që dukeshin si minuta. Në atë vështrim kishte gjithçka, miqësi të vjetra, xhelozi të pathëna, respekt të humbur dhe një ndarje emocionale që tashmë ishte e pashmangshme. Ndoshta kjo është fundi i diçkaje, tha Limi me zë të ulët. Alba buzëqeshi lehtë. Por sytë i mbetën të trishtuar. Jo, tha ajo. Është fillimi i asaj që nuk do të toleroj më, dhe me këtë, Alba u largua. Jo e thyer. Jo viktim. Por e ndryshuar, puthja kishte ndezur konfliktin. Por përplasja me Limin kishte ndezur vetdijen. Dhe kjo ishte shumë më e rrezikshme se çdo xhelozi. Puthja që ndryshoi gjithçka, mbrëmja kishte rënë ngadalë mbi qytet, si një perde e rëndë që mbyllte një skenë të mbushur me tension. Dritat e oborrit ndriçonin fytyrat e tyre, por askush nuk po i shihte vërtet. Të gjithë ishin të zënë me mendimet e veta, me xhelozit, frikërat dhe dëshirat që nuk guxonin t'i thoshin me zë të lartë. Dolce qëndronte pak më larg, me duart në xhepa dhe zemrën që i rrite fort. Nuk ishte natyrë që të shfaqte ndjenjat hapur, por ajo që ndjente për Limin ishte më e fortë se çdo mburoj që kishte ndërtuar. Kishte kohë që e ndjente se diçka po ndryshonte mes tyre. Heshtjet ishin bërë më të gjata, shikimet më të thella. Limi ishte aty, përballë tij. E qetë në pamje, por brenda një stuhi emocionesh. Ajo e dinte që ajo mbrëmje nuk do të ishte si të tjerat. Diçka do të ndodhte. Dhe ndoshta nuk kishte më kthim pas. Alba i shikonte të dy nga afër. Që prej ditës së parë kishte ndjerë një lidhje të veçantë me Limin. Jo domosdoshmërisht dashuri, por një nevojë për ta pasur afër, për të qenë ajo që zgjidhej. Çdo buzëqeshje e Limin ndaj Dolce ishte si një thikë e vogël në zemrën e saj. Ajo përpiqej ta fshite xhelozin, por syt nuk din të gënjejnë. Çfarë po ndodh mes tyre? Mendonte Alba, ndërsa shtrëngonte duart nervozisht. Dolce bëri hapin e parë. U afrua drejt Limin ngadalë, sikur të kishte frikë se mos prishte diçka të brisht. Zëri i tij ishte i ulët, pothuajse i dridhur. Duhet të flasim. Limi ngriti syt dhe e pa drejtë në sy. Në atë moment, bota përreth u zhduk. Nuk kishte më Alba, as drita, as shurma. Vetëm ata të dy, e di, tha ajo qetë. Edhe unë, heshtja ra mes tyre. Një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Dolce ngriti dorën, sikur të donte ta prekte, por u ndal për një sekondë. Ajo sekondë dukej si një përjetësi. Alba i pa të gjitha. Pa afrimin. Pa shikimin. Pa atë moment që po ndërtohej para syve të saj. Zemra i rahu fort. Frymëmarrja i u bë e rënë. Dhe pastaj ndodhi. Dolce u përkul lehtë dhe buzët e tij prekën ato të Limin. Puthja e parë. E butë. E pastër. E sinqertë. Një puthje që nuk kishte nevojë për shpjegim. Koha u ndal. Limi mbylli syt, duke u dorëzuar ndaj ndjenjes që kishte kohë që e mohonte. Dolce ndjeu sikur më në fund kishte gjetur vendin ku i përkiste, por për Albën, ajo puthje ishte fundi. Gjunjët ju drodhen. Gjithçka rreth saj filloi të rrotullohej. Zhurmat u bën të largëta, si të vinin nga një botë tjetër. Dora i shkoi në gjoks. Jo.
Pëshpëriti, por askush nuk e dëgjoi, syt ju mbushën me lodh. Një hap prapa. Pastaj edhe një tjetër. Trupi nuk e mbante më. I ra të fikët, zhurma e rënies së saj theu momentin, Alba. Bërtiti dikush, Dolce dhe Limi u ndan menjëherë. Dolce u kthye i tronditur, ndërsa Limi u zbe në fytyrë, zot. Çfarë kemi bërë? Tha ajo me zë të ulët, të gjithë u mblodhen rreth Albës. Dikush i solli ujë, dikush tjetër thirrri ndihmë. Alba qëndronte e shtrirë, e pafuqishme, me fytyrë të zbehtë dhe buzë të dridhura, kur hapi syt, pamja e parë që pa ishte Limi. Dhe pas saj, Dolce, lotët i rëshitën në përfaqe, e pash. Tha me zë të dobët. Gjithçka, heshtje, një heshtje e rëndë, plot faj, ndjenja të pathëna dhe pasojat që sapo kishin filluar. Ajo puthje nuk ishte thjesht një moment dashurie. Ishte një vijë ndarëse. Para dhe pas saj, asgjë nuk do të ishte më njësoj. Puthja që ndryshoi gjithçka, mbrëmja kishte rënë ngadalë mbi qytet, si një perde e rëndë që mbyllte një skenë të mbushur me tension. Dritat e oborrit ndriçonin fytyrat e tyre, por askush nuk po i shihte vërtet. Të gjithë ishin të zënë me mendimet e veta, me xhelozit, frikrat dhe dëshirat që nuk guxonin t'i thoshin me zë të lartë. Dolce qëndronte pak më larg, me duart në xhepa dhe zemrën që i rrite fort. Nuk ishte natyrë që të shfaqte ndjenjat hapur, por ajo që ndjente për Limin ishte më e fortë se çdo mburoj që kishte ndërtuar. Kishte kohë që e ndjente se diçka po ndryshonte mes tyre. Heshtjet ishin bërë më të gjata, shikimet më të thella. Limi ishte aty, përballë tij. E qet në pamje, por brenda një stuhi emocionesh. Ajo e dinte që ajo mbrëmje nuk do të ishte si të tjerat. Diçka do të ndodhte. Dhe ndoshta nuk kishte më kthim pas. Alba i shikonte të dy nga afër. Që prej ditës së parë kishte ndjerë një lidhje të veçantë me Limin. Jo domosdoshmërisht dashuri, por një nevojë për ta pasur afër, për të qenë ajo që zgjidhej. Çdo buzëqeshje e Limin ndaj Dolce ishte si një thikë e vogël në zemrën e saj. Ajo përpiqej ta fshite xhelozin, por syt nuk din të gënjejnë. Çfarë po ndodh mes tyre? Mendonte Alba, ndërsa shtrëngonte duart nervozisht. Dolce bëri hapin e parë. U afrua drejt Limin, ngadalë, sikur të kishte frikë se mos prishte diçka të brisht. Zëri i tij ishte i ulët, pothuajse i dridhur. Duhet të flasim. Limi ngriti syt dhe e pa drejtë në sy. Në atë moment, bota përreth u zhduk. Nuk kishte më Alba, as drita, as shurma. Vetëm ata të dy, e di, tha ajo qetë. Edhe unë, heshtja ra mes tyre. Një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Dolce ngriti dorën, sikur të donte ta prekte, por u ndal për një sekond. Ajo sekond dukej si një përjetësi. Alba i pa të gjitha. Pa afrimin. Pa shikimin. Pa atë moment që po ndërtohej para syve të saj. Zemra i rahu fort. Frymëmarrja i u bë e rëndë. Dhe pastaj ndodhi, Dolce u përkul lehtë dhe buzët e tij prekën ato të Limin. Puthja e parë. E butë. E pastër. E sinqert. Një puthje që nuk kishte nevojë për shpjegim. Koha u ndal, Limi mbylli syt, duke u dorëzuar ndaj ndjenjes që kishte kohë që e mohonte. Dolce ndjeu sikur më në fund kishte gjetur vendin ku i përkiste, por për Albën, ajo puthje ishte fundi. Gjunjët ju drodhen. Gjithçka rreth saj filloi të rrotullohej. Zhurmat u bën të largëta, si të vinin nga një botë tjetër. Dora i shkoi në gjoks, jo. Pëshpëriti, por askush nuk e dëgjoi, syt ju mbushën me lodh. Një hap prapa. Pastaj edhe një tjetër. Trupi nuk e mbante më. I ra të fikët, zhurma e rënies së saj theu momentin, Alba. Bërtiti dikush, Dolce dhe Limi u ndan menjëherë. Dolce u kthye i tronditur, ndërsa Limi u zbe në fytyrë, zot. Çfarë kemi bërë? Tha ajo me zë të ulët, të gjithë u mblodhen rreth Albës. Dikush i solli ujë, dikush tjetër thirrri ndihmë. Alba qëndronte e shtrirë, e pafuqishme, me fytyrë të zbehtë dhe buzë të dridhura, kur hapi syt, pamja e parë që pa ishte Limi. Dhe pas saj, Dolce, lotët i rëshitën në përfaqe, e pash. Tha me zë të dobët. Gjithçka, heshtje, një heshtje e rëndë, plot faj, ndjenja të pathëna dhe pasojat që sapo kishin filluar. Ajo puthje nuk ishte thjesht një moment dashurie. Ishte një vijë ndarëse. Para dhe pas saj, asgjë nuk do të ishte më njësoj.
Limiti e sheh Albën direkt në sy, me një shikim të vendosur dhe të qetë, dhe i thot me një ton që nuk lë vend për keq kuptime: Alba, dëgjo mua mirë. Nuk më mban peng ti mua. Unë jam shpirti i lirë dhe nuk ka askush që mund të më kontrolloj ose më ndaloj të jem vetvetja. Unë nuk kam ardhur këtu për ty, nuk kam ardhur të lidhem me ndonjë presion ose pritshmëri. Unë jam vetvetja dhe çdo gjë që bëj, e bëj për lirinë time dhe për atë që ndjej brenda. Ai merr frymë thellë dhe zëri i tij dridhet pak, jo nga frika, por nga intensiteti i emocioneve që ndjen. Shiko, çdo gjë që kam bërë deri tani ka qenë ndërtuar mbi ndjenja reale. Mbi atë që unë jam. Nuk dua të lëndoj askën dhe nuk dua që dikush të ndjej se e kam penguar ose kontrolluar. Unë jam përgjegjës për veprimet e mia dhe për mënyrën si i përjetoj gjërat dhe dua që të kuptohet kjo pa keq kuptime. Unë nuk jam këtu për të bërë dikë tjetër të ndjej faj ose përgjegjësi, sepse kjo nuk është mënyra ime e të jetuarit. Limiti e sheh Albën për të parë reagimin e saj dhe vazhdon, më i qetë por i vendosur: ti mund të kesh pritshmëri, mund të mendosh që unë duhet të veproj ndryshe, por kjo nuk funksionon kështu. Unë jam i lirë të zgjedh rrugën time, të vendos për ndjenjat e mia dhe për mënyrën se si jetoj jetën time. Nuk ka asnjë pengesë, nuk ka asnjë lidhje që të më kufizoj. E kupton këtë? Unë jam i lirë dhe çdo vendim që marr është zgjedhja ime. Ai bën një pauzë, duke lënë kohë që fjalët të zënë vend në mendjen e Albës dhe pastaj vazhdon duke treguar se çfarë do të thotë kjo liri për marrëdhënien. Kjo nuk do të thotë se nuk kam respekt ose ndjenja, por do të thotë se nuk mund të lidhem në një mënyrë që më kufizon. Çdo marrëdhënie që kam, çdo lidhje, duhet të jetë mbi respekt dhe mbi zgjedhje të lirë. Nëse nuk e kupton këtë, atëherë do të kemi keq kuptime, sepse unë nuk mund të shndërrohem në dikë që nuk jam vetëm për të kënaqur pritshmëritë e dikujt tjetër. Limiti i afrohet më pranë Albës dhe zëri i tij bëhet më i butë, më i sinqert: unë nuk dua të lëndoj. Nuk dua që të mendosh se kjo është arrogancë ose ftohtësi. Është thjesht mënyra ime e të jetuarit. Shpirti im është i lirë dhe nuk mund të mbahet peng nga askush. Çdo gjë që bëj, çdo zgjedhje që marr, ka të bëjë me atë që jam brenda meje. Nëse e pranon këtë, mund të jemi të qetë me njëri tjetrin. Nëse jo, atëherë duhet të kuptojmë që nuk mund të ndryshoj asgjë për këtë pjesë të qenies sime. Ai merr një frymë të gjatë dhe vazhdon të sqarojë se kjo liri nuk do të thotë mungesë respekti për të tjerët. Liria ime nuk do të thotë se nuk kam ndjenja. Nuk dua të kujdesem, ose nuk dua të jem pjesë e jetës së dikujt tjetër. Do të thotë se çdo veprim im është i ndërgjegjshëm dhe i lirë. Nuk mund të shndërrohem në dikë tjetër për të kënaqur pritshmëritë ose kërkesat e dikujt. Kjo është mënyra ime e të jetuarit dhe nuk mund të ndryshoj këtë. Ai sheh sytë e Albës dhe e ndjen se fjalët e tij po prekin mendimet dhe ndjenjat e saj. Pastaj vazhdon, më i qetë, por me vendosmëri të pandryshuar: e di që mund të jetë e vështirë të kuptohet, sepse njerëzit shpesh duan të mbajnë dikë pranë, të kenë kontroll mbi zgjedhjet e tij. Por unë nuk jam dikush që mund të mbahet peng. Unë jam vetvetja. Dhe kjo është pjesë e imja që nuk do ta humb askurrë. Kjo është arsyeja pse duhet ta kuptosh dhe ta pranosh, në vend që të përpiqesh të më ndryshosh. Sepse nuk mundesh dhe nuk duhet. Ai mbyll rrëfimin me një ton më të butë dhe të reflektuar: unë dua që çdo gjë të jetë e qartë mes nesh. Nuk ka pengesa, nuk ka pritshmëri të detyruara. Unë jam i lirë, shpirti im është i lirë dhe çdo gjë që ndodh mbi zgjedhje dhe respekt. Nëse e pranon këtë, atëherë gjithçka mund të jetë e qetë dhe pa tension. Nëse jo, atëherë duhet ta dim që nuk mund të ndryshojmë natyrën e dikujt tjetër. Kjo është ajo që jam, dhe kjo është ajo që nuk mund të ndalet. Ai i lë Albës hapësirë të reagojë, të thotë mendimet dhe ndjenjat e saj, duke e bërë bisedën të dyanshme, të thellë dhe reale. Fjalët e limitit mbeten të qarta, të fuqishme, dhe vendosja e tij për lirinë është e pakthyeshme, por gjithmonë e shoqëruar me respekt dhe sinqeritet. Hygerta nuk e ngriti zërin menjëherë. Dhe kjo ishte ajo që e bëri momentin edhe më të rënd. Ata ishin ulur në sallonin e madh, dritat e forta mbi kokë, kamerat të palvizshme, publiku i padukshëm pas xhamit. Alba po fliste ende, me atë tonin e butë që zakonisht fitonte simpati. Duke e lodhur, pothuaj e thyer. Një figurë e pastër e viktimës së radhës, Hygerta e shikonte pa e ndërprerë. Me duart e kryqëzuara, shpinën drejt, sytë e palëkundur. Kishte pritur. Kishte dëgjuar.
Kishte parë se si historia ishte shtrembëruar me kujdes, pastaj foli, dëgjo, tha qetë, por mjaftueshëm fort sa të gjithë të ndalonin frymën. Mbrëm dole para publikut si viktim. Alba u shtang. Çfarë po thua? Hygerta u afrua pak. Jo për ta kërcënuar. Për ta detyruar të dëgjonte, po ta them në sy, pa kamera që të shpëtojnë. Viktim e ndërtuar. Me lot të zgjedhur. Me fjali të llogaritura. Një murmuritje kaloi në dhomë, Alba u përpoq të buzëqeshte. Nuk e di pse po më sulmon. Sepse nuk po të sulmoj, ja ktheu Hygerta. Po të çmontoj. Heshtje, ti nuk je ajo që po përpiqesh të dukesh, vazhdoi ajo. Dhe mbi të gjitha. Nuk je aq e pafajshme sa do publiku të besoj. Alba u ngrit në këmbë. Mos guxo, do të guxoj, e preu Hygerta, tani me një ton më të mprehtë. Sepse dikush betyr ta tholl. Ti je thjesht goma rezervë. Fjala rarën, goma rezervë e limit, shtoi, pa e ulur shikimin. E përdorur kur i duhet, e haruar kur nuk i hyn më në punë. Alba u zbardh në fytyrë. Ti nuk e di çfarë flet. E di shumë mirë, tha Hygerta. E di si rri pranë, por gjithmonë një hap mbrapa. E di si shfaqesh vetëm kur dikush tjetër mungon. Dhe e di si e shfrytëzon rolin e viktimës për të marrë simpati. Lotët i erdhen Albes, por këtë herë nuk dukej si strategji. Dukej si çarje, ti po më gjykon, përshpëriti, jo, ja ktheu Hygerta. Po të përshkruaj. Ajo u kthye nga të tjerët. Problemi nuk është se dikush luan lojë. Ky është një reality. Problemi është kur dikush e shet lojën si dhimbje reale. Alba uli syt. Për herë të parë, nuk kishte fjalë, Hygerta mori frym thellë. Publiku mund të mashtrohet për një natë. Ndoshta për 2. Por jo për gjithmonë. Ajo ul sërish. Qetë. Pa dram. Pa lot, dhe në atë moment, Alba e kuptoi se roli i viktimës ishte më i lehtë për të luajtur se sa për të mbajtur. Labinoti i afrohet Limitit dhe i thot me një ton të qetë, por serioz, Limit, më lejo të kërkoj një gjë, dua të ulem me Albën dhe të sqarojmë muhabetet që kemi lënë pezull pa i sqaruar. Nuk dua që të mbeten gjëra të palidhura apo keqkuptime mes nesh. Më duket se ka shumë gjëra që duhet të flasim hapur dhe të qetë, pa tension. Dua që të kuptojmë njëri tjetrin dhe të mbyllim çdo gjë të mbetur. Limit e sheh Labinotin me një shikim të qetë dhe i përgjigjet, e kuptoj, Labinot. E di që kjo gjë ka rëndësi për ty dhe për Alban, po, brenda një jave do të vijë momenti i duhur. Ne do të takohemi dhe do të sqarojmë gjithçka. Nuk ka nevojë të nxitojmë. Por është e rëndësishme që të flasim hapur dhe të dëgjojmë njëri tjetrin. Kur të vijë momenti, çdo gjë do të sqarohet si duhet. Labinoti buzëqesh pak dhe thot, faleminderit, Limit. Më vjen mirë që je dakord. Dua që kjo të bëhet me qetësi dhe respekt. Nuk është vetëm për mua, por për të gjithë ne që nuk mbesim me dyshime apo keqkuptime. Nuk dua që të ketë tension apo ndarje, thjesht të sqarojmë gjithçka që ka mbetur pezull. Kur takon Albën, ai e përshëndet me qetësi, duke u përpjekur të transmetojë sinqeritetin e tij, faleminderit që po më dëgjon. Dua të flasim hapur për disa gjëra që ndoshta nuk i kemi sqaruar më parë. Qëllimi im është të kuptojmë njëri tjetrin dhe të mos mbeten keqkuptime mes nesh. Dua të jemi sinqert dhe shpresoj që edhe ti do të ndihesh rehat të flasësh hapur. Ai fillon të tregoj se çfarë ndodhi, duke përshkruar faktet objektivisht, pa fajsime, por duke shprehur ndjenjat e veta. Kur ndodhi ajo situatë, ndjeva që nuk u kuptuan plotësisht. Më duket se disa gjëra u interpretuan ndryshe nga ajo që kisha menduar unë. Ndoshta nuk i shpjegova siç duhet ndjenjat dhe qëllimet e mia, dhe dua ta sqaroj këtë. Nuk është e lehtë për mua të flas për këtë, sepse nuk dua të dukem i fajshëm apo i padrejtë, por ndjej që duhet të flas. Më pas ndan ndjenjat e tij për ndikimin që pati situata. Duke u hapur më shumë, kjo më bëri të ndjehem i shqetësuar dhe i pasigurt për marrëdhënien tonë. Nuk dua të mbaj keqkuptime dhe dua që të kemi qetësi. Kur nuk flasim hapur, gjërat mbeten pezull dhe kjo krijon tension. Ndonjëherë mendoj për momentet që kemi kaluar dhe ndihemi keqkuptuar, sepse nuk ka qenë qëllimi im që të largojmë njëri tjetrin emocionalisht.
Dua ta shmang këtë dhe dua që të jemi të qetë dhe të sinqert ndaj njëri tjetrit. Ai bën një pauzë të shkurtër, duke e lënë Albën të marrë frymë dhe të reagojë, dhe pastaj propozon mënyra për të përmirësuar situatën dhe komunikimin. Mendoj se nëse flasim rregullisht për çdo gjë që na shqetëson, mund të kuptojmë më mirë njëri tjetrin. Nuk dua që ndonjë mosmarrëveshje të rritet ose të mbetet pezull. Çfarë mendon ti që mund të bëjmë për të mos lënë gjëra pezull dhe për të shmangur tensionet që ndonjëherë shfaqen mes nesh? Labinoti dëgjon me kujdes, duke e inkurajuar Albën të flasë dhe shpreh gatishmërinë e tij për të dëgjuar çdo gjë që ajo ka për të thënë. Dua të dëgjoj gjithçka që ndjen dhe mendon. Nuk ka rëndësi sa e madhe ose e vogël mund të duket, për mua çdo ndjenjë dhe mendim yt ka vlerë. Dua të kuptoj perspektivën tënde dhe të sigurohem që çdo keqkuptim të sqarohet. Në fund, Labinoti falenderon Albën për kohën dhe dëgjimin. Faleminderit që po më dëgjove dhe që po flasim hapur. Shpresoj që tani kemi kuptuar më mirë njëri tjetrin. Jam i gatshëm të punoj për marrëdhënien tonë dhe të shmangim tensionet në të ardhmen. Dua që kjo të jetë një hap drejt qetësisë dhe mirëkuptimit mes nesh, dhe jo thjesht një bisedë e zakonshme. Gjithçka zhvillohet me qetësi dhe respekt, duke i dhënë mundësinë Albës të shprehë mendimet dhe ndjenjat e saj, dhe Labinoti sigurohet që çdo keqkuptim të sqarohet plotësisht. Ata përfundimisht ndihen më të qetë dhe më të lidhur, duke e ditur që çdo gjë e mbetur pezull është sqaruar, dhe tani mund të vazhdojnë marrëdhënien e tyre pa tensione dhe keqkuptime. Puthja që ndryshoi gjithçka, mbrëmja kishte rënë ngadalë mbi qytet, si një perde e rëndë që mbyllte një skenë të mbushur me tension. Dritat e oborrit ndriçonin fytyrat e tyre, por askush nuk po i shihte vërtet. Të gjithë ishin të zënë me mendimet e veta, me xhelozit, frikërat dhe dëshirat që nuk guxonin t'i thoshin me zë të lartë. Dolce qëndronte pak më larg, me duart në xhepa dhe zemrën që i rrite fort. Nuk ishte natyrë që të shfaqte ndjenjat hapur, por ajo që ndjente për Limin ishte më e fortë se çdo mburojë që kishte ndërtuar. Kishte kohë që e ndjente se diçka po ndryshonte mes tyre. Heshtjet ishin bërë më të gjata, shikimet më të thella. Limi ishte aty, përballë tij. E qetë në pamje, por brenda një stuhi emocionesh. Ajo e dinte që ajo mbrëmje nuk do të ishte si të tjerat. Diçka do të ndodhte. Dhe ndoshta nuk kishte më kthim pas. Alba i shikonte të dy nga afër. Që prej ditës së parë kishte ndjerë një lidhje të veçantë me Limin. Jo domosdoshmërisht dashuri, por një nevojë për ta pasur afër, për të qenë ajo që zgjidhej. Çdo buzëqeshje e Limin ndaj Dolce ishte si një thikë e vogël në zemrën e saj. Ajo përpiqej ta fshite xhelozin, por syt nuk din të gënjejnë. Çfarë po ndodh mes tyre? Mendonte Alba, ndërsa shtrëngonte duart nervozisht. Dolce bëri hapin e parë. U afrua drejt Limin, ngadalë, sikur të kishte frikë se mos prishte diçka të brisht. Zëri i tij ishte i ulët, pothuajse i dridhur. Duhet të flasim. Limi ngriti syt dhe e pa drejtë në sy. Në atë moment, bota përreth u zhduk. Nuk kishte më Alba, as drita, as shurma. Vetëm ata të dy, e di, tha ajo qetë. Edhe unë, heshtja ra mes tyre. Një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Dolce ngriti dorën, sikur të donte ta prekte, por u ndal për një sekondë. Ajo sekondë dukej si një përjetësi. Alba i pa të gjitha. Pa afrimin. Pa shikimin. Pa atë moment që po ndërtohej para syve të saj. Zemra i rahu fort. Frymëmarrja i u bë e rënë. Dhe pastaj ndodhi. Dolce u përkul lehtë dhe buzët e tij prekën ato të Limin. Puthja e parë. E butë. E pastër. E sinqert. Një puthje që nuk kishte nevojë për shpjegim. Koha u ndal, Limi mbylli syt, duke u dorëzuar ndaj ndjenjes që kishte kohë që e mohonte. Dolce ndjeu sikur më në fund kishte gjetur vendin ku i përkiste, por për Albën, ajo puthje ishte fundi. Gjunjët ju drodhen. Gjithçka rreth saj filloi të rrotullohej. Zhurmat u bën të largëta, si të vinin nga një botë tjetër. Dora i shkoi në gjoks, jo. Pëshpëriti, por askush nuk e dëgjoi. Syt ju mbushën me lodh. Një hap prapa. Pastaj edhe një tjetër. Trupi nuk e mbante më. I ra të fikët, zhurma e rënies së saj theu momentin. Alba. Bërtiti dikush. Dolce dhe Limi u ndan menjëherë. Dolce u kthye i tronditur, ndërsa Limi u zbe në fytyrë. Zot. Çfarë kemi bërë? Tha ajo me zë të ulët. Të gjithë u mblodhen rreth Albës.
Dikush i solli ujë, dikush tjetër thirrri ndihmë. Alba qëndronte e shtrirë, e pafuqishme, me fytyrë të zbehtë dhe buzë të dridhura. Kur hapi sytë, pamja e parë që pa ishte Limi. Dhe pas saj, Dolce, lotët i rëshitën në përfaqe, e pash. Tha me zë të dobët. Gjithçka, heshtje, një heshtje e rëndë, plot faj, ndjenja të pathëna dhe pasojat që sapo kishin filluar. Ajo puthje nuk ishte thjesht një moment dashurie. Ishte një vijë ndarëse. Para dhe pas saj, asgjë nuk do të ishte më njësoj. Parku i vogël ishte mbushur me erën e njomë të dimrit dhe aromën e kafes që vinte nga kafeneja përballë. Ata u ulën në stol, ku dridhjet e trupit shpesh zëvendësonin fjalët. Leon shikonte fytyrën e Elirës, duke u përpjekur të lexonte çdo emocione që ajo përpiqej ta fshehte. E di, tha Leon, duke thënë fjalët që dukeshin të thjeshta, por rëndonin shumë. Ndonjëherë mendoj se çdo gjë që bëjmë është më e bukur kur je pranë. Elira buzëqeshi, por zemra i rritë fort. Po ndjej të njëjtën gjë, tha ajo, duke u munduar të duket e qetë, por nuk ia doli, një heshtje e ëmbël ra ndërmjet tyre. Flati i natës përplasej mbi fytyrat e tyre, duke i bërë të ndjeheshin më pranë njëri tjetrit se kurrë. Leon ngadalë ngriti dorën dhe preku butësisht faqet e Elirës. Ajo ju afrua natyrshëm dhe për një moment të dy harruan kohën dhe vendin, duke qenë thjesht njëri pranë tjetrit. Më pas, ata filluan të ecin përsëri. Çdo hap që bënin së bashku dukej se i afronte më shumë. Leon i tregoi një rrugicë të fshehtë që pak njerëz e njihnin, një vend ku dritat e qytetit përhapen butësisht mbi parkun e vogël dhe tingujt e natës duket se bëhen më të qetë. Aty, ata ndaluan për të parë yjet që dukeshin të shndritshme mbi qytet. Elira, kam ndjerë gjithmonë diçka për ty, tha Leon, duke i kapur dorën me forcë të lehtë. Por gjithmonë kisha frikë ta pranoja. Elira ndjeu një val emocionesh që i mbushën sytë me shkëlqim të bullë. Unë gjithashtu. Gjithmonë e kam ndjerë këtë, përgjigjej ajo, duke mos larguar dorën nga e tij. Por ndonjëherë frika na mban larg asaj që duam më shumë. Leon buzëqeshi dhe afroi fytyrën e tij pranë asaj të saj. Nuk kishte nevojë për fjalë, shikimi i tyre foli më shumë se çdo deklaratë. Një ndjenjë e butë, e ngrohtë, filloi të përhapej ndërmjet tyre, duke e bërë natën më të gjallë se çdo diell i ditës. Ata u ulën përsëri në stol, duke folur për kujtime të vjetra dhe ëndra të reja. Dialogu i tyre ishte i qetë, por çdo fjalë dukej se sillte një magnetizëm të padukshëm, një afeksion që bëhej gjithnjë e më i vështirë për t'u injoruar. Një fllate erë solli aromën e pemëve dhe drurve të parkut, duke i bërë të ndiheshin sikur ishin të vetëm në një botë tjetër, larg çdo shqetësimi. Leon e kapi dorën e saj përsëri dhe këtë herë e mbajti më fort. Elira ndjeu një dridhje të ëmbël që i përshkoi trupin. Ishte një ndjesi që nuk mund ta përshkruante vetëm me fjalë, një përzierje e afeksionit, dëshirës dhe diçkaje që thjesht duhej të ndodhte. Mëngjesi kishte ardhur pa zhurmë, siç vijnë vetëm ato mëngjese që nuk kanë nevojë të nxitojnë askënd. Drita e parë e diellit po hynte ngadalë nga dritarja, duke u shtrirë mbi muret e dhomës dhe duke lëvizur pothuajse pa u ndjerë. Ora nuk kishte rënë ende, por ajri e kishte atë ndjesinë e fillimit të një dite të re. Limi ishte zgjuar pak më herët. Nuk ishte zgjuar nga ndonjë alarm apo zhurmë, por thjesht nga ajo ndjesi e brendshme që ndonjëherë të hap syt pa arsye të dukshme. Qëndroi për disa çaste i shtrirë, duke dëgjuar heshtjen përreth, pastaj u kthye ngadalë nga ana e hygertës. Ajo ishte zgjuar gjithashtu, por nuk lëvizte. Syt i kishte hapur. Të qetë, sikur po mendonte për diçka që nuk kishte nevojë të ndahej me fjalë. Frymëmarrja e saj ishte e rregullt, e butë. Limi u ul pranë saj me kujdes, sikur të kishte frikë se mos e prishte atë qetësi të brisht. Për disa minuta nuk ndodhi asgjë. Vetëm prania e tyre, pranë njëri tjetrit. Pastaj, pa folur, Limi e ngriti dorën dhe e vendosi lehtë mbi shpinën e saj. Prekja ishte e ngrohtë, e ngadalshme, pa asnjë nxitim. Filloi ta fërkonte shpinën me lëvizje të vogla, të qëndrueshme, sikur po vizatonte një ritëm që vetëm ata të dy mund ta ndjenin. Minutat e para kaluan në heshtje. Hygerta mori frymë thellë dhe trupi i saj u çlirua pak nga pak. Ishte një ndjesi sigurie, një kujdes që nuk kërkonte shpjegim. Limi vazhdonte me të njëjtin ritëm, duke mos ndryshuar shpejtësinë, duke e lënë kohën të bënte punën e saj. Drita jashtë u bë më e fortë. Zhurma e largët e qytetit filloi të dëgjohej lehtë, por brenda dhomës gjithçka mbeti e qetë.
Çdo lëvizje e dorës së tij ishte e menduar, sikur po përpiqej të largonte çdo mbetje lodhje nga shpatullat e saj. Pas disa minutash, Hygerta u lëviz pak, jo për t'u larguar, por për t'u afruar më shumë. Ajo nuk foli, por trupi i saj e tregoi qartë se ajo ndjej rehat. Limi e vuri re dhe buzëqeshi lehtë, duke vazhduar pa e ndërprerë ritmin, koha dukej sikur ishte shtrirë. Nuk kishte rëndësi sa minuta kishin kaluar. Ishte një moment që nuk matej me orë, por me frymëmarrje dhe qetësi. Limi mendonte për gjëra të vogla, për ditën që i priste, për biseda të thjeshta, për kafen e mëngjesit. Mendimet vinin dhe iknin, pa u ndalur gjatë. Hygerta, ndërkohë, ndjente se mendja e saj po qetësohej. Çdo fërkim i shpinës ishte si një kujtesë se nuk ishte vetëm, se kishte dikë pranë që ishte aty pa kushte. Ajo mbylli sytë për disa çaste, duke e lënë veten të qëndronte në atë ndjesi. Minutat vazhdonin të rridhnin ngadalë. Limi ndryshoi pak lëvizjet, por jo ritmin. Ishte një ndryshim i vogël, pothuajse i padukshëm, që e mbante momentin gjallë pa e prishur qetësinë. Ai ndjeu se sa e rëndësishme ishte kjo afërsi e thjeshtë. Pas rreth gjysmë ore, gjithçka kishte marrë një qetësi tjetër. Jo atë qetësinë e fillimit, por një qetësi më të thellë, më të ngrohtë. Limi e uli dorën ngadalë, jo sepse donte të ndalonte, por sepse momenti kishte arritur natyrshëm fundin e vet. Hygerta u kthye pak nga ai dhe i hodhi një vështrim të butë. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Një buzëqeshje e lehtë, një frymëmarrje e qetë ishin të mjaftueshme. Ata qëndruan edhe disa çaste pranë njëri tjetrit, duke e ditur se ajo gjysmë ore e qetë do t'i shoqëronte gjatë gjithë ditës. Mëngjesi kishte filluar vërtet, por ajo që kishte ndodhur në ato 30 minuta mbeti si një bazë e qetë mbi të cilën dita mund të ndërtohej. Përplasja në mes të praimit. Kur magjia dhe zemërimi përplasen, atmosfera në praim ishte ngjeshur në mënyrë të pashpjegueshme. Muzika kishte ndalur, bisedat kishin mbetur pezull, dhe një tension i padukshëm ecte mes njerëzve si era e një stuje të afërt. Në mes të gjithë këtij turbi, qëndronin dy vajza, Alba dhe Bia. Një energji e veçantë po rritej midis tyre, një kontrast mes forcës, pasigurisë dhe të fshehtës. Bia kishte vendosur të vepronte. Nuk ishte thjesht një debat verbal, ajo i bëri Albës atë që mund ta quanim magji, një simbolik, një ndikim emocional të fortë, një mënyrë për të marrë kontroll mbi situatën dhe mbi perceptimet e Albës. Nuk kishte nevojë për fjalë të shumta. Një shikim, një gjest, një buzëqeshje e lehtë, por e ngarkuar me qëllim, mjaftuan për të aktivizuar tensionin. Alba ndjeu menjëherë një presion të brendshëm. Zemra i rrite më shpejt, mendimet i përplaseshin si valet e detit gjatë stujit, dhe çdo frymëmarrje e saj dukej e ngadalë, e rënë. Nuk ishte një magji reale, natyrisht, por mënyra si Bia e goditi emocionalisht, mënyra si e vuri në dyshim, si e nxori jashtë ekuilibrit, ishte kaq e fuqishme sa dukej si një veprim magjik në mes të praimit, ku sytë dhe të gjithë ishin të drejtuar nga ajo çka po ndodhte. Çdo lëvizje, çdo fjalë, çdo heshtje u bë më e rënë. Nuk kishte mundësi të ikje. Nuk kishte mundësi për të fshehur ndjenjat. Publiku ishte dëshmitar i çdo tensioni që po shpërthente. Dhe ajo që ndodhi më pas ishte përplasja. Alba i u përgjigj me një ndjenjë të papërshkrueshme, një përzierje frike, zemërimi dhe sfidës. Çfarë po bën ti? Mendoi, por fjala nuk doli menjëherë. Ishte një heshtje e ngjeshur, një tension që kërkonte të shpërthente. Bia, nga ana tjetër, nuk ishte aty për të folur shumë. Ajo kishte vendosur që të përdorte prezencën e saj, energjinë e saj dhe çdo gjest të vogël për të krijuar një ndikim të fuqishëm. Shikimet u kryqëzuan dhe përplasja u bë më intensive. Nuk ishte vetëm një mosmarrëveshje normale. Ishte një konflikt i natyrës së forcës psikologjike, ku secila përpiqej të tregonte superioritetin e vet, të dominojë skenën dhe të ndikojë tek të tjerët. Çdo person që ndodhej aty ndjeu tensionin, disa u tërhoqën, disa qëndruan të ngulitur, duke u bërë dëshmitar të një konflikti që dukej se mund të shpërthente në çdo moment. Alba ndjeu një reagim të brendshëm, zemërim dhe frikë njëkohësisht. Zemra i rritë shpejt, dora i dridhej pak, dhe secili muskul i trupit ishte në gjendje gatishmërie. Një pjesë e saj donte të largohej, të ikte nga ky sken ku çdo lëvizje e saj mund të interpretohej gabim. Por pjesa tjetër e saj nuk mund të heshte. Nuk mund të qëndronte e ulur dhe të lejonte që energjia e Bias ta dominonte. Bia, me çdo fjalë të thënë ose të papërshkruar, e vuri Albën nën presion.
Fjala mashtruese, një shikim që sfidonte, një buzëqeshje e fshehtë, çdo gjest kishte efektin e një magjie psikologjike, një ndikim që e detyronte Albën të reagonte, të ndjente dhe të përballonte realitetin. Nuk kishte një mënyrë të qetë për ta menaxhuar këtë. Çdo lëvizje e saj, çdo gjest i vogël, çdo frymëmarrje u bë një pjesë e konfliktit. Në atë moment, gjithçka u ngadalsua. Duket sikur ora kishte ndalur dhe gjithë vëmendja ishte e fokusuar tek dy vajzat. Publiku, pa dashje, u bë pjesë e tensionit, një shtrëngesë që shtonte presionin mbi të dyja. Çdo shikim, çdo përshpëritje, çdo tingull ishte i ndjeshëm, dhe çdo person i pranishëm ndiu ngarkesën emocionale që po rritej. Përplasja kulmoi kur Alba vendosi të fliste. Fjala e saj ishte e prerë, e qartë, por e dridhur nga emocionet. Pse po më bën këtë? Ishte pyetja e saj që nuk kërkonte të përgjigjej me fjalë, por kërkonte të ndreqte ekuilibrin emocional, të vendoste një kufi dhe të tregonte se nuk mund të dominohej ose manipulohej. Bia reagoi menjëherë. Duke përdorur energjinë e saj të brendshme për të mbrojtur pozicionin e vet, ajo nuk do të dorëzohej. Përplasja nuk ishte më thjesht verbale, ishte një luftë e heshtur e qëndrimeve, e energjive dhe e emocioneve. Çdo shikim ishte sfidë, çdo lëvizje një provë. Në ato minuta të zgjatura, ku muzika dhe bisedat kishin ndalur dhe vetëm tensioni mbretëronte, secili që ndodhej aty filloi të kuptonte se kjo nuk ishte një debat i zakonshëm. Nuk ishte një grindje e thjeshtë midis dy vajzave. Ishte një demonstrim i forcës emocionale dhe psikologjike, një përplasje vërtet që tregonte sa delikate janë marrëdhëniet njerëzore, sa lehtë mund të interpretohet gabim çdo gjest dhe sa e vështirë është të ruash qetësinë në situata të tilla. Në fund, pas minutash të tëra tensionit të përqendruar, të dyja ndalën pak. Frymëmarrjet u normalizuan, zemrat ende rrinin shpejt, por një ndjesi e re kishte mbërritur, një kuptim i forcës dhe i kufive, një njohje e qartë se secili ka energjinë e vet për të mbrojtur dhe për të sfiduar, dhe se çdo përplasje, sa e dhimbshme ose e ndritshme, është një pasqyrë e thellë e karakterit dhe ndjenjave. Në këtë përplasje në mes të prajimit, ku Bia i bëri magji Albës dhe tensioni u rrit, nuk kishte fitues ose humbës në kuptimin tradicional. Çfarë mbeti ishte një mësim mbi peshën e fjalës, fuqinë e prezencës dhe ndikimin e emocioneve mbi vendimet dhe marrëdhëniet. Dhe mbi të gjitha, ajo tregoi se kontakti emocional midis njerëzve nuk është kurrë i thjeshtë. Dhe se çdo përplas mund të mbartë një të vërtetë të fshehur për karakterin dhe ndjenjat e secilit. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, lojërat, strategjitë dhe marrëdhëniet shpesh dominojnë çdo ditë, duke krijuar një rrjet intrigash, aleancash dhe konflikteve të vogla që ndjekësit e shohin me pasion. Por her pas here, realiteti shfaqet papritur në mënyrë të papritur dhe të fortë, duke i kujtuar të gjithë se pas kamerave, pas lojës dhe komentit publik, ekzistojnë ndjenja reale dhe njerëz që përjetojnë humbje dhe dhimbje. Një nga këto momente ka qenë rrëfimi i Limit për humbjen e një shoku të tij të ngushtë, Shpati, një djalë i ri që kishte ndëruar jetë dhe që kishte lënë një boshllëk të madh në jetën e tij. Limi u ul në një qoshe të dhomës, duke marrë frymë thellë, ndërsa banorët e tjerë u mblodhen përreth, duke ndier peshën e heshtjes që kishte mbërthyer ambientin. Ai filloi të flasë me një ton të ulët, të mbushur me dhimbje, ka ndëruar jetë një shok i imi. Ishte shumë i ri. Sa keq na vjen. Në ato momente, shtëpia që zakonisht është e mbushur me zëra, debate dhe lojë, u mbush me heshtje. Banorët nuk e dinin se si të reagonin menjëherë. Disa shprehen keqardhje të thjeshtë, disa u dukën të hutuar dhe disa kërkuan të dinin më shumë. A e njihim ne? Limi u kthye dhe tha me një seriozitet të thellë, duke i dhënë fjalëve peshën që meritonin, po, e njihni të gjithë ju që jeni këtu. Edhe unë e kam pasur shok. Ishte një djalë fantastik. Një nga ata njerëz që të lënë mbresa pa e kuptuar. Fjala fantastik nuk ishte thjesht një përshkrim i rastësishëm, ishte një reflektim i një marrëdhënieje të ndërtuar me kujdes dhe respekt, një kujtim i përbashkët që nuk mund të zëvendësohet nga lojrat dhe intrigat e përditshme. Në atë moment, çdo tension dhe çdo lojë strategjie dukeshin të parëndësishme. Banorët kuptuan se ishte një çast për ndjenja të vërteta, për reflektim dhe për pranimin e faktit se jeta jashtë shtëpisë vazhdon të ndikojë tek ne, pavarësisht se ndodhemi në një ambient të mbyllur dhe të rrethuar nga kamera. Labinoti, që qëndronte pranë, dëgjoi me vëmendje. Ai nuk bëri as shaka, as koment strategjik, qëndroi i heshtur dhe i respektueshëm, duke treguar një dimension tjetër të vetes që pak banorë shpesh shohin, aftësinë për të ndier dhimbjen e dikujt tjetër pa e minimizuar.
Ai u përgjigj me një ton të qetë, e di çfarë do të thotë të humbasësh dikë që të ka lënë gjurmë në jetën tënde. Nuk kaloi që ta zëvendësoj atë. Këto fjalë i dhan banorëve një mundësi për të ndjerë një solidaritet të vërtetë, një lidhje që nuk ka të bëjë me strategji apo pozicionim në shtëpi, por me një kuptim më të gjerë njerëzor. Disa filluan të ndajnë kujtimet të tyre personale, duke treguar se edhe ata kishin përjetuar humbje dhe dhimbje të ngjashme jashtë shtëpisë. Ky moment i përbashkët e bëri atmosferën të ngrohtë, edhe pse e hidhur, duke krijuar një ndjenjë bashkësie që shpesh mungon në botën e Big Brotherit. Humbja e shpatit gjithashtu nxori në palë diçka që shpesh harrohet nga publiku. Secili banor ka një bagazh emocional të pasur. Limit, për shembull, nuk ishte thjesht një lojtar strategjik, ai ishte një njeri që kishte ndjenja të thella për shokët e tij jashtë kamerave. Shpati nuk ishte vetëm një shok, por një pjesë e jetës së tij që mbante kujtime, gëzim dhe momente të paharrueshme. Për publikun, ky rrëfim ishte një mundësi për të parë se pas çdo veprimi dhe debate strategjike, ka histori personale që formojnë dhe fuqizojnë banorët. Në këtë kontekst, humbja e shpatit bëri që edhe dinamikat e tjera brenda shtëpisë të dukeshin ndryshe. Lidhja mes Limit dhe Labinotit u bë më e thellë, jo për lojë strategjie, por për respekt dhe empati. Aleancat dhe puthjet e mëparshme, zënkat dhe konkurenca morën një dimension tjetër kur u pa se ndjenjat njerëzore nuk mund të injorohen. Çdo banor filloi të reflektonte mbi rëndësinë e marrëdhënieve të vërteta. Për momentin, lojrat dhe intrigat u zbehen dhe dhoma u mbush me një heshtje të thellë, një heshtje që foli më shumë se çdo debat apo përpjekje për manipulim. Kjo tregon se Big Brother Kosova nuk është thjesht një reality show për strategji dhe fitore, por edhe një laborator ku ndjenja njerëzore shfaqen pa filtra, ku humbjet dhe misit bëjnë efekt të thellë tek secili pjesëmarrës. Në përfundim, rrëfimi i Limit për shpatin nuk ishte thjesht një moment i trisht, ishte një mësim mbi jetën, humbjen dhe rëndësinë e misive të vërteta. Ai tregoi se edhe në një shtëpi të mbushur me kamera, lojë dhe intrigë, ndjenja e vërtetë nuk mund të fshihet. Humbja e shpatit u shndërrua në një kujtesë universale. Asnjë strategji nuk mund të mbulojë dhimbjen dhe asnjë lojë nuk mund të zëvendësojë kujtimet dhe lidhjet që formohen në jetë. Ky moment do të mbahet mend nga të gjithë, jo për një fitore apo një konflikt, por për fuqinë e emocioneve të sinqerta që mund të prekin zemrën e secilit banor apo publik. Dhe ndërsa shtëpia vazhdon lojën e saj, secili banor ka një kujtim të ri për të mbajtur, një lidhje të re me njerëz që i kuptojnë dhe i mbështesin, një kujtesë që shpati, me jetën e tij të shkurtër, e la pasi një dhuratë të paharrueshme. Big Brother Kosova. Klodi vendos vijën përfundimtare. Eliona është kapitulli i mbyllur për mua, në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo fjalë merr peshë dhe çdo deklaratë bëhet subjekt diskutimi. Ka momente kur një fjalë e vetme mjafton për të sqaruar një histori të tërë. Pikërisht një moment i tillë ishte deklarata e Klodit, e drejtë për drejtë, e ftohtë dhe pa asnjë hapësirë për keq interpretim. Nuk më intereson fare Eliona. Ky është kapitulli i mbyllur për mua. Këto fjalë nuk ishin të thëna në nerva momentale apo si reagim i nxituar. Përkundrazi, Klodi u shfaq i qetë, i vendosur dhe i sigurt në atë që po thoshte. Ishte një deklaratë që tregonte jo vetëm lodhje emocionale, por edhe një nevojë për të vendosur kufi të qartë në një ambient ku kufit shpesh shkelen me lehtësi. Sipas Klodit, arsyeja pse ai e konsideron këtë histori të përfunduar lidhet drejt për drejt me mënyrën se si Eliona, sipas tij, vazhdon ta mbajë emrin e tij gjallë nëpër bisedat e banorëve. Asaj i intereson që ende të rri nëpër gojet e shtëpisë, është mesazhi i nënkuptuar i qëndrimit të tij. Një akuzë e fortë, por e artikuluar me një qetësi që e bën edhe më të rëndë. Në lojën e Big Brotherit, të qenit temë diskutimi është monedhë. Disa banorë përpiqen ta shmangin, të tjerë e kërkojnë. Klodi duket se ka zgjedhur rrugën e parë. Ai nuk dëshiron më të jetë pjesë e një narrative që, sipas tij, mbahet gjallë artificialisht. Për të, historia me Elionën nuk ka më as ndjenjë, as konflikt, as interes, vetëm zhurmë. Nga ana tjetër, kjo deklaratë e Klodit ka nxitur reagime të ndryshme brenda shtëpisë. Disa banorë e shohin si një qëndrim të pjekur, si një përpjekje për të mbyllur një kapitull që vetëm e shpërqendron nga loja dhe nga vetvetja. Të tjerë dyshojnë se pas kësaj ftohtësie fshihet ende një lloj zhgënjimi i pashprehur që tani po shndërrohet në distancë emocionale, por ajo që është e qartë është se Klodi nuk po lë hapësirë për interpretime romantike apo rikthime dramatike. Ai po përpiqet të çlirohet nga një histori që, sipas tij, nuk i shërben më as emocionalisht, as strategjikisht.
Në një lojë ku lidhjet shpesh përdoren për vëmendje, mbështetje apo simpati publike, Klodi po zgjedh të dalë jashtë kësaj formule. Deklarata e tij ngre edhe një pyetje më të gjerë për Big Brother Kosovën. A është më e fortë loja kur distancohesh nga dramat personale, apo kur i përqafon ato? Klodit duket se i ka ardhur momenti të fokusohet te vetja, te loja e tij dhe te mënyra se si dëshiron të perceptohet nga publiku. Jo si pjesë e një historie të konsumuar, por si individ më vete, sa i. Përket Elionës, heshtja ose reagimet e saj pas kësaj deklarate janë po aq domethënëse. Nëse ajo do të vazhdojë ta mbajë këtë temë gjallë, apo do ta pranojë mbylljen e kapitullit, mbetet për t'u parë. Por një gjë është e sigurt, pas fjalëve të Klodit, raporti mes tyre nuk është më në zonën gri. Ai është i prerë, i distancuar dhe i ftohtë. Në përfundim, qëndrimi i Klodit është një shembull i asaj se si në Big Brother Kosova, jo çdo histori ka nevojë për dramë të vazhdueshme. Disa kapituj mbyllen jo me zhurmë, por me vendosmëri. Dhe ndonjëherë, fjalia nuk më intereson është më e fortë se çdo debat apo përballje. Rrëfimi i Dolces për mbesën time të vogël, vëllai tim të madh i them, faleminderit, jetës i them, faleminderit, edhe dhimbjes i them, faleminderit. Sepse më mësoi të ndjej, quhem Dolce. Nuk jam hero. Jam thjesht një njeri që po mëson si të marr frymë mes frikës dhe shpresës. Po flas sot sepse heshtja peshon më shumë se fjalët. Dhe kjo histori nuk është vetëm e imja, është e çdo familjeje që ka kaluar korridoret e gjata të spitalit duke mbajtur një fëmijë për dorë. Mbesa ime është e vogël. Ka duar të vogla, zë të butë dhe sy që dikur shkëlqenin pa frikë. Sot ata sy shikojnë botën nga një shtrat spitali. Nga një dhomë ku koha ecën ndryshe. Ku ditët nuk numërohen me orë, por me analiza gjaku. Ku shpresa matet me rezultate dhe lutje, ajo ka leucemi, fjalë e rënë. Fjalë që të shpon gjoksin sa herë e dëgjon. Fjalë që ndryshon gjithçka. Që e ndan jetën në para dhe pas, e mbaj mend ditën kur e mësuam. Nuk kishte zhurmë. Nuk kishte britma. Vetëm heshtje. Heshtje që të shurdhon. Nëna e saj nuk foli për disa minuta. Babai i saj u ngrit dhe doli jashtë. Unë mbeta ulur, duke parë dyshemen, duke u përpjekur të kuptoj si mund të vazhdonte bota të rrotullohej normalisht, që nga ajo ditë, spitali u bë shtëpia jonë e dytë. Muret e bardha, dritat e forta, aparatet që nuk flen kurrë. Aty mësuam se jeta është e brisht. Aty mësuam se fuqia e vërtet nuk bërtet, ajo rizgjuar gjithë natën pranë një fëmije, mbesa ime nuk e kupton sëmundjen. Ajo mendon se është një lojë e gjatë, një provë. Më pyet pse nuk shkojmë në shtëpi. Më pyet pse shokët nuk vinë. Më pyet pse mami qanë në banjë. Dhe unë mundohem t'i përgjigjem me buzëqeshje, sepse e vërteta është shumë e madhe për zemrën e saj të vogël. Ka ditë kur ajo nuk ka fuqi të flasë. Ka ditë kur vetëm më shtrëngon gishtin. Dhe ka ditë kur më thot, Xhaxhi Dolce, kur të shërohem, do vish me mua në park. Në ato momente, zemra ime thyet dhe rindërtohet në të njëjtën kohë. Kam parë trupin e saj të ndryshoj. Kam parë flokët të bien, kam parë lodhjen në çdo frymëmarrje. Kam parë dhimbje që një fëmijë nuk duhet ta njohë kurrë. Por kam parë edhe diçka tjetër, guxim të pastër. Një guxim që nuk vjen nga forca fizike, por nga pafajësia. Prindërit e saj janë heronj të heshtur. Ata nuk flasin shumë, por çdo veprim i tyre është sakrificë. Ata mësojnë të jetojnë me frikën çdo ditë. Ata mësojnë të shpresojnë edhe kur mjekët heshtin. Ata mësojnë të falenderojnë edhe për gjërat më të vogla, një buzëqeshje, një analizë më e mirë, një natë pa dhimbje. Unë jam falenderues për çdo infermiere që e trajton si vajzën e vet. Jam falenderues për mjekët që luftojnë pa u lodhur. Jam falenderues për njerëzit që luten, edhe pa e njohur. Sepse lutja ka fuqi. Dashuria ka fuqi, ka net kur rri vetëm dhe pyes veten pse jeta është kaq e padrejtë. Pse fëmijët sëmuren? Pse familjet thyhen? Nuk kam përgjigje. Por kam mësuar se ndonjëherë nuk kemi nevojë për përgjigje, kemi nevojë për qëndrim. Për pranin. Për dorën që nuk lëshohet, mbesa ime më ka mësuar çfarë do të thotë të jesh i fortë. Jo duke luftuar, por duke mos u dorëzuar. Duke buzëqeshur mes dhimbjes. Duke besuar edhe kur nuk kupton pse, nëse po e lexon këtë dhe po kalon diçka të ngjashme, dije këtë, nuk je vetëm. Dhimbja jote ka zë. Shpresa jote ka vlerë.
Dhe çdo ditë që zgjohemi, edhe në spital, është një fitore. Unë jam Dolce, jam xhaxhi, jam dëshmitar, dhe mbi të gjitha, jam falënderues. Mëngjesi erdhi ndryshe atë ditë, jo me zhurmë, jo me tension, jo me zëra të ngritur. Erdhi i butë, i qetë, pothuaj i pavend pas gjithë asaj që kishte ndodhur netëve të mëparshme. Shtëpia e Big Brother Kosova dukej sikur po merrte frym për herë të parë pas një kohe të gjallë. Dritat e diellit hynin ngadalë nga dritaret, duke prekur muret, dyshemet dhe fytyrat e lodhura të banorëve. Alba ishte zgjuar herët, nuk kishte fjetur shumë. Mendimet i kishin qëndruar zgjuar më gjatë se trupi. Por ndryshe nga netët e tjera, ajo nuk ndihej e rënduar. Kishte ende dhimbje, kishte ende pasiguri, por kishte edhe diçka tjetër, një ndjenjë qetësie të brisht. Sikur stuhia kishte kaluar dhe tani po shiheshin pasojat. Limi u shfaq pak më vonë, nuk foli menjëherë. As ajo. Ata u pan. Një shikim i thjesht, pa fjalë, pa sqarime. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ai shikim nuk ishte i mbushur me frikë apo mbrojtje. Ishte i sinqert, i lodhur. I vërtet, ishte Limi ai që bëri hapin e parë, po vi, i tha thjesht, sikur të mos kishte nevojë për shpjegim. Alba nuk pyeti. Vetëm u ngrit, vaska ishte e mbushur me ujë të ngrohtë. Avulli ngrihej lehtë, duke krijuar një ndjenjë izolimi nga pjesa tjetër e shtëpisë. Sikur aty brenda, për disa minuta, nuk kishte kamera, nuk kishte publik, nuk kishte histori të mëparshme. Vetëm dy njerëz dhe një moment, ata u ulën ngadalë, secili me nga një gotë vere në dorë. Jo për fesë, jo për show, por si një ritual i vogël qetësie, si një mënyrë për t'i thënë vetes, le ta marrim këtë moment pa e shkatëruar. Uji i ngrohtë ja relaksoi shpatullat Albës. Ajo mbylli sytë për pak sekonda. Fryma ju thellua. Trupi, që prej ditësh kishte qenë i tendosur, më në fund po lirohej. Limi e vështroi në heshtje, ai e shite ndryshe tani. Jo si vajzën e fortë që shpërthen. Jo si figurën e debatit. Por si njeriun që kishte kaluar shumë, ndoshta më shumë se sa ai kishte qenë gati ta pranonte. Nuk kam ditë me u sill, tha ai më në fund. Me zë të ulët, jo gjithmonë. Alba nuk u kthye menjëherë nga ai, e di, tha ajo, edhe unë nuk kam ditë gjithmonë. Dhe pikërisht kjo e bëri momentin të vërtetë. Jo fajsimi. Jo justifikimi. Pranimi, ata pinë nga gotat e tyre, ngadalë. Nuk kishte nxitim. Vera nuk ishte për t'u pirë shpejt, por për t'u shijuar. Ashtu si ai moment. Sepse të dy e dinin që jashtë asaj vaska, realiteti do t'i priste sërish. Këtu, tha Alba, duke parë avullin që ngrihej, këtu brenda duket sikur gjithçka ndalet. Po, u përgjigj Limi, po s'ndalet vërtet. Ajo buzëqeshi lehtë, jo, tha, po ndoshta mjafton që ndalet pak. Ai e kuptoi çfarë donte të thoshte. Nuk po kërkonte premtime. Nuk po kërkonte garanci. Po kërkonte vetëm ndershmëri në atë çast. U i lëvizte lehtë rreth tyre. Asnjëri nuk po e prekte tjetrin. Dhe megjithatë, afërsia ishte e fortë. Ndonjëherë, afërsia më e madhe nuk vjen nga kontakti, por nga siguria që nuk po ikën. Kam pas frikë, tha Limi, frikë me fol. Frikë me zgjedh. Kjo frikë, ja ktheu Alba, më ka lëndu ma shumë se çdo fjalë. Ai uli kokën, e di. Heshtje, një heshtje që nuk ishte e sikletshme. Ishte e nevojshme. Një heshtje që lejon fjalët të vendosen, të marrin kuptim. Alba ngriti gotën lehtë, për qetësinë, tha ajo, edhe nëse zgjat pak. Limi ngriti gotën e tij. Për sinqeritetin, tha, edhe kur është i vështirë. Gotat u prekën lehtë. Nuk pati tingull të fortë. Vetëm një shenjë e vogël se ishin në të njëjtin moment. Në atë mëngjes, ata nuk zgjidhen gjithçka. Nuk vendosën për të ardhmen. Nuk fshin të kaluarën. Por bën diçka më të rrallë, ndalen në Big Brother Kosova, ku gjithçka është garë, strategji dhe reagim i shpejt, ndalimi është luks. Dhe ata e morën atë luks për disa minuta. Kur dolën nga vaska, shtëpia ishte ende aty. Kamerat po regjistronin. Publiku po shihte. Por diçka kishte ndryshuar, jo në lojë, në ta, sepse ndonjëherë nuk të duhet një debat për ta kuptuar tjetrin. Të duhet vetëm një mëngjes i qetë, një gotë verë dhe guximi për të qëndruar. Zarfi i zi i mendjes, ka momente kur njeriu nuk humb durimin. Humb busullën. Nuk bërtet, nuk vrapon, nuk sulmon.
Thjesht diçka këputet në mendje dhe gjithçka që ka qenë më parë, logjika, vetkontrolli, turpi, bie si një perde e vjetër. Për Albën, ai moment erdhi pa paralajmërim, por nuk ishte i rastësishëm. Ishte ndërtuar ngadalë, ditë pas dite, me heshtje, me përtypje dhimbjeje, me fjalë të pathëna që ishin bërë barë, kur pa Dolcen dhe Limin duke u puthur, nuk ishte thjesht një skenë dashurie. Ishte një shpallje lufte për mendjen e saj. Jo sepse ata po putheshin, por sepse po e bënin sikur ajo të mos ekzistonte. Sikur gjithë prania e saj, gjithë durimi, gjithë pritja, të ishin një gabim që tani fshihej me një gjest të vetëm. Në atë sekond, Alba nuk ndjeu xhelozi klasike. Xhelozia ka dhimbje, por ka edhe shpresë. Ajo që ndjeu Alba ishte zbrazëti e përzier me zjarr. Një ndjesi që të heq tokën nën këmbë dhe ta mbush kokën me zhurmë. Do ju a tregoj unë qefin, mendoj, jo si plan, jo si premtim i qartë, por si një fjalë instinktive e dal nga një vend ku nuk ka më filtër. Truri i saj filloi të punojë ndryshe. Nuk analizonte më pasojat. Nuk pyeste më veten nëse kishte të drejtë apo jo. Mendja e saj hyri në një fazë mbrojtjeje të verbër. Nëse nuk më shihni si njeri, do më shihni si kërcënim. Dhe aty lindi metafora e zarfit të zi. Do dal me zarf të zi, përshpëriti ajo në mendje. Zarfi i zi nuk ishte vdekje reale. Ishte simbol. Ishte mesazhi që vjen kur diçka ka marrë fund. Ishte paralajmërimi i fundit. Alba nuk po mendonte për shkatërim fizik, po mendonte për shkatërim iluzionesh, për prishje qetësie, për nxjerrje në dritë të asaj që të tjerët e merrnin si të mirëqen, sepse Alba nuk donte t'i lëndonte. Donte t'i trondiste. Pamja e puthjes vazhdonte të luajë në mendjen e saj si një film që nuk ndalet. Buzët e tyre, afërsia, qetësia e tyre. Dhe ajo, jashtë kornizës e padukshme, do ta shohin çfarë do ju bëj, mendonte ajo. Por ajo çfarë nuk kishte ende formë. Ishte ndjenjë e pastër. Ishte revolt. Ishte një mendje që kërkonte të rikthente kontrollin, edhe nëse kjo do të thoshte të dukej e errët, e ashpër, e pakëndshme. Alba u largua nga skena pa zhurmë. Kjo ishte gjëja më e frikshme. Sepse njerëzit që largohen duke bërtitur i kupton. Ata që largohen në heshtje, jo në vetmi, mendja e saj u bë më e zëshme. Çdo mendim ishte i mbredh. Çdo kujtim merrte ngjyrë të re. Ajo filloi të rishkruante historinë në kokën e saj, jo për ta shtrembëruar, por për ta parë pa iluzione. A kishte dhënë më shumë se sa kishte marrë? Po, a kishte heshtur kur duhej të fliste? Po. A e kishin marrë qetësinë e saj si dobësi? Absolutisht, dhe kjo ishte pika ku Alba nuk donte të ishte më e mirëkuptueshme. Nuk donte të ishte ajo që kupton gjithmonë. Donte të ishte ajo që nuk injorohet dot. Zarfi i zi në mendjen e saj u bë simbol i transformimit. Jo fundi i të tjerëve, por fundi i versionit të saj të vjetër. Ai zarf nuk mbante lajm për vdekje, por për ndryshim, për ndarje, për prerje të ftohtë emocionale. Do ta shohin, mendonte ajo sërish, sepse ndonjëherë ajo që tremb më shumë nuk është ajo që bën, por ajo që je i gatshëm të bëhesh kur të shtyjnë shumë larg. Alba e dinte se pas asaj dite, asgjë nuk do të ishte njësoj. As për të, as për ta. Sepse kur mendja kalon atë kufi të padukshëm, nuk kthehet më plotësisht mbrapsht. Ajo nuk ishte më vajza që priste shpjegime. Ishte dikush që kishte vendosur të mos kërkonte më leje për të ekzistuar emocionalisht. Dolce dhe Limi mund të mendonin se gjithçka kishte mbaruar me një puthje. Por për Albën, ajo puthje ishte vetëm fillimi i një kapitulli ku ajo nuk do të ishte më figurë dytësore. Zarfi i zi nuk u dërgua kur fizikisht, por u dërgua në mënyrën si ajo ndryshoi shikimin, fjalët, distancën. Dhe ndonjëherë, kjo është forma më e fortë e paralajmërimit, sepse kur dikush thotë do ta shohësh çfarë do të bëj dhe nuk e shpjegon. Ajo që vjen më pas nuk është shpërthim. Është transformim, dhe transformimet janë gjithmonë të frikshme për ata që të kanë njohur vetëm të heshtur. Puthja që ndryshoi gjithçka. Mbrëmja kishte rënë ngadalë mbi qytet, si një perde e rëndë që mbyllte një skenë të mbushur me tension. Dritat e oborrit ndriçonin fytyrat e tyre, por askush nuk po i shihte vërtet. Të gjithë ishin të zënë me mendimet e veta, me xhelozit, frikrat dhe dëshirat që nuk guxonin t'i thoshin me zë të lartë. Dolce qëndronte pak më larg, me duart në xhepa dhe zemrën që i rrite fort. Nuk ishte natyrë që të shfaqte ndjenjat hapur, por ajo që ndjente për Limin ishte më e fortë se çdo mburojë që kishte ndërtuar.
Kishte kohë që e ndjente se diçka po ndryshonte mes tyre. Heshtjet ishin bërë më të gjata, shikimet më të thella. Limi ishte aty, përballë tij. E qet në pamje, por brenda një stuhi emocionesh. Ajo e dinte që ajo mbrëmje nuk do të ishte si të tjerat. Diçka do të ndodhte. Dhe ndoshta nuk kishte më kthim pas, Alba i shikonte të dy nga afër. Që prej ditës së parë kishte ndjerë një lidhje të veçantë me Limin. Jo domosdoshmërisht dashuri, por një nevojë për ta pasur afër, për të qenë ajo që zgjidhej. Çdo buzëqeshje e Limin ndaj Dolce ishte si një thikë e vogël në zemrën e saj. Ajo përpiqej ta fshite xhelozin, por syt nuk din të gënjejnë. Çfarë po ndodh mes tyre? Mendonte Alba, ndërsa shtrëngonte duart nervozisht. Dolce bëri hapin e parë. U afrua drejt Limin ngadalë, sikur të kishte frikë se mos prishte diçka të brisht. Zëri i tij ishte i ulët, pothuajse i dridhur. Duhet të flasim. Limi ngriti syt dhe e pa drejtë në sy. Në atë moment, bota përreth u zhduk. Nuk kishte më Alba, as drita, as shurma. Vetëm ata të dy, e di, tha ajo qetë. Edhe unë, heshtja ra mes tyre. Një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Dolce ngriti dorën, sikur të donte ta prekte, por u ndal për një sekondë. Ajo sekondë dukej si një përjetësi. Alba i pa të gjitha. Pa afrimin. Pa shikimin. Pa atë moment që po ndërtohej para syve të saj. Zemra i rahu fort. Frymëmarrja i u bë e rënë. Dhe pastaj ndodhi. Dolce u përkul lehtë dhe buzët e tij prekën ato të Limin. Puthja e parë. E butë. E pastër. E sinqert. Një puthje që nuk kishte nevojë për shpjegim. Koha u ndal, Limi mbylli syt, duke u dorëzuar ndaj ndjenjes që kishte kohë që e mohonte. Dolce ndjeu sikur më në fund kishte gjetur vendin ku i përkiste, por për Albën, ajo puthje ishte fundi. Gjunjët ju drodhen. Gjithçka rreth saj filloi të rrotullohej. Zhurmat u bën të largëta, si të vinin nga një botë tjetër. Dora i shkoi në gjoks, jo. Pëshpëriti, por askush nuk e dëgjoi. Syt ju mbushën me lodh. Një hap prapa. Pastaj edhe një tjetër. Trupi nuk e mbante më. I ra të fikët, zhurma e rënjes së saj theu momentin. Alba. Bërtiti dikush. Dolce dhe Limi u ndan menjëherë. Dolce u kthye i tronditur, ndërsa Limi u zbe në fytyrë. Zot. Çfarë kemi bërë? Tha ajo me zë të ulët. Të gjithë u mblodhen rreth Albës. Dikush i solli ujë, dikush tjetër thirrri ndihmë. Alba qëndronte e shtrirë, e pafuqishme, me fytyrë të zbehtë dhe buzë të dridhura. Kur hapi syt, pamja e parë që pa ishte Limi. Dhe pas saj, Dolce, lotët i rëshitën në përfaqe, e pash. Tha me zë të dobët. Gjithçka, heshtje, një heshtje e rënë, plot faj, ndjenja të pathëna dhe pasojat që sapo kishin filluar. Ajo puthje nuk ishte thjesht një moment dashurie. Ishte një vijë ndarëse. Para dhe pas saj, asgjë nuk do të ishte më njësoj. Përballja që nuk mund të shmangej, ka momente kur një veprim i vetëm mjafton për të thyer të gjitha heshtjet e mbledhura me muaj. Puthja e Limin me Dolcen nuk ishte thjesht një shprehje ndjenje. Ishte një akt publik, një zgjedhje e bërë pa kthyer kokën pas, pa menduar se kush po shikonte dhe çfarë po shembej në atë çast. Dhe Alba e pa gjithçka, ajo nuk reagoi menjëherë. Qëndroi në vend me trupin që i ngurtësoi dhe me mendjen që i mbushej me një zhurmë të çuditshme, si një alarm i brendshëm që kishte kohë që priste të ndiste. Nuk ishte vetëm xhelozi. Ishte ndjenja e fshirjes. E zëvendësimit. E poshtërimit të heshtur. Limi u largua nga Dolce me një buzëqeshje të lehtë. Ende e zhytur në emocionin e momentit. Nuk e pa Albën menjëherë. Dhe pikërisht kjo e bëri gjithçka më të rëndë. Sepse për Albën, ajo mosvëmendje ishte edhe më fyese se vetë puthja. Limi, tha Alba më në fund, me një zë të ulët, por të prerë. Zëri i saj nuk ishte i dridhur. Ishte i ftohtë. Dhe kjo e bëri Limin të ndalonte. Ajo u kthye. Sytë e saj u takuan me ata të Albës. Për një moment, Limi e kuptoi. Kuptoi që ajo puthje nuk kishte mbaruar aty. Kishte pasoja. Dhe ato pasoja po qëndronin përballë saj. Çfarë është? Pyeti Limi, duke u përpjekur të ruante qetësinë. Alba bëri disa hapa drejt saj. Nuk ishte agresive në lëvizje, por kishte një vendosmëri që nuk linte hapësirë për shmangje. Çfarë është?
E përsëriti Alba me një buzëqeshje të hidhur. E pyet vërtet këtë, heshtje, Dolce ishte ende aty pranë, por Alba as nuk e pa. Për të, ai ishte tashmë një figurë dytësore. Kjo përplasje nuk ishte për të. Ishte për Limin. Për tradhtim që nuk ishte thënë kur me fjalë, por ishte ndjerë gjithmonë, mund ta kishe bërë ndryshe, vazhdoi Alba. Jo para meje. Jo sikur të mos ekzistoja fare, Limi u mbrojt instinktivisht, nuk të kam borxh shpjegime për ndjenjat e mia, fjalët ranë rënë. Sepse ishin të vërteta. Dhe e vërteta, kur thuhet pa ndjeshmëri, bëhet armë, jo, tha Alba, duke tundur kokën ngadalë. Nuk më ke borxh ndjenjat, por më ke borxh respektin, zëri i saj u ngrit pak. Jo në ritëm, por në intensitet. Tashmë të tjerët kishin filluar të vërenin tensionin, ti e dije, Limi. E dije çfarë ndjeja. E dije sa e dobët kam qenë. Dhe prapë zgjodhe ta bëje kështu, Limi shtrëngoi nofullën. Në sytë e saj u shfaq një nervozizëm që nuk ishte parë më parë, nuk mund të jetoj duke u frenuar nga frika se kush do të lëndohet. Nuk jam përgjegjëse për mënyrën si ti e përjeton, aty ishte përplasja e vërtetë. Dy mënyra të ndryshme të parit botën. Alba, që besonte se lidhjet njerëzore kërkojnë kujdes. Limi, që besonte se ndjenjat nuk kërkojnë leje, jo, ju përgjigj Alba ashpër. Por je përgjegjëse për mënyrën si vepron. Dhe ti veprove pa asnjë konsiderat, Dolce u përpoq të ndërhynte, Alba, nuk ishte qëllimi, mos fol, e ndërpreu ajo, pa e kthyer kokën. Ky diskutim nuk është me ty, kjo fjali e la Dolcen pa fjalë. Për herë të parë, Alba nuk e pa si rival. E pa si dikë që ishte përdorur si mjet në një lojë emocionesh që nuk e kishte zgjedhur plotësisht. Alba u kthye sërish nga Limi, ti nuk je armiku im, tha ajo më qetë, por me një thellësi që dhemte. Por mënyra si më fshive sot. Ajo nuk do të harrohet. Limi heshti. Sepse për herë të parë nuk kishte përgjigje të shpejtë. Fjalët e Albës kishin goditur aty ku nuk mbrohet dot askush, ndërgjegjen, nuk kam kërkuar të fshi, tha më në fund Limi. Por nuk do të kërkoj falje për atë që ndjej, nuk po të kërkoj falje, u përgjigj Alba. Po të kërkoj ta pranosh që më lëndove, sytë e tyre u kryqëzuan për disa sekonda që dukeshin si minuta. Në atë vështrim kishte gjithçka, misi të vjetra, xhelozi të pathëna, respekt të humbur dhe një ndarje emocionale që tashmë ishte e pashmangshme. Ndoshta kjo është fundi i diçkaje, tha Limi me zë të ulët, Alba buzëqeshi lehtë. Por sytë i mbetën të trishtuar, jo, tha ajo. Është fillimi i asaj që nuk do të toleroj më, dhe me këtë, Alba u largua. Jo e thyer. Jo viktim. Por e ndryshuar, puthja kishte ndezur konfliktin. Por përplasja me Limin kishte ndezur vetdijen. Dhe kjo ishte shumë më e rrezikshme se çdo xhelozi. Labinoti i afrohet Limitit dhe i thot me një ton të qetë, por serioz, Limit, më lejo të kërkoj një gjë, dua të ulem me Albën dhe të sqarojmë muhabetet që kemi lënë pezull pa i sqaruar. Nuk dua që të mbeten gjëra të palidhura apo keqkuptime mes nesh. Më duket se ka shumë gjëra që duhet të flasim hapur dhe të qetë, pa tension. Dua që të kuptojmë njëri tjetrin dhe të mbyllim çdo gjë të mbetur. Limi të sheh Labinotin me një shikim të qetë dhe i përgjigjet, e kuptoj, Labinot. E di që kjo gjë ka rëndësi për ty dhe për Alban, po, brenda një jave do të vijë momenti i duhur. Ne do të takohemi dhe do të sqarojmë gjithçka. Nuk ka nevojë të nxitojmë. Por është e rëndësishme që të flasim hapur dhe të dëgjojmë njëri tjetrin. Kur të vijë momenti, çdo gjë do të sqarohet si duhet. Labinoti buzëqesh pak dhe thot, faleminderit, Limit. Më vjen mirë që je dakord. Dua që kjo të bëhet me qetësi dhe respekt. Nuk është vetëm për mua, por për të gjithë ne që nuk mbesim me dyshime apo keqkuptime. Nuk dua që të ketë tension apo ndarje, thjesht të sqarojmë gjithçka që ka mbetur pezull. Kur takon Albën, ai e përshëndet me qetësi, duke u përpjekur të transmetojë sinqeritetin e tij, faleminderit që po më dëgjon. Dua të flasim hapur për disa gjëra që ndoshta nuk i kemi sqaruar më parë. Qëllimi im është të kuptojmë njëri tjetrin dhe të mos mbeten keqkuptime mes nesh. Dua të jemi sinqert dhe shpresoj që edhe ti do të ndihesh rehat të flasësh hapur. Ai fillon të tregoj se çfarë ndodhi, duke përshkruar faktet objektivisht, pa fajsime, por duke shprehur ndjenjat e veta. Kur ndodhi ajo situatë, ndjeva që nuk u kuptuam plotësisht.
Më duket se disa gjëra u interpretuan ndryshe nga ajo që kisha menduar unë. Ndoshta nuk I shpjegova siç duhet ndjenjat dhe qëllimet e mia dhe dua ta sqaroj këtë. Nuk është e lehtë për mua të flas për këtë, sepse nuk dua të dukem I fajshëm apo I padrejtë, por ndjej që duhet të flas. Më pas ndan ndjenjat e tij për ndikimin që pati situata. Duke u hapur më shumë, kjo më bëri të ndjehem I shqetësuar dhe I pasigurt për marrëdhënien tonë. Nuk dua të mbaj keq kuptime dhe dua që të kemi qetësi. Kur nuk flasim hapur, gjërat mbeten pezull dhe kjo krijon tension. Ndonjëherë mendoj për momentet që kemi kaluar dhe ndihemi keq kuptuar, sepse nuk ka qenë qëllimi im që të largojmë njëri tjetrin emocionalisht. Dua ta shmang këtë dhe dua që të jemi të qetë dhe të sinqert ndaj njëri tjetrit. Ai bën një pauzë të shkurtër, duke e lënë Albën të marrë frymë dhe të reagojë dhe pastaj propozon mënyra për të përmirësuar situatën dhe komunikimin. Mendoj se nëse flasim rregullisht për çdo gjë që na shqetëson, mund të kuptojmë më mirë njëri tjetrin. Nuk dua që ndonjë mosmarrëveshje të rritet ose të mbetet pezull. Çfarë mendon ti që mund të bëjmë për të mos lënë gjëra pezull dhe për të shmangur tensionet që ndonjëherë shfaqen mes nesh? Labinoti dëgjon me kujdes, duke e inkurajuar Albën të flasë dhe shpreh gatishmërinë e tij për të dëgjuar çdo gjë që ajo ka për të thënë. Dua të dëgjoj gjithçka që ndjen dhe mendon. Nuk ka rëndësi sa e madhe ose e vogël mund të duket, për mua çdo ndjenjë dhe mendim yt ka vlerë. Dua të kuptoj perspektivën tënde dhe të sigurohem që çdo keq kuptim të sqarohet. Në fund, Labinoti falenderon Albën për kohën dhe dëgjimin. Faleminderit që po më dëgjove dhe që po flasim hapur. Shpresoj që tani kemi kuptuar më mirë njëri tjetrin. Jam I gatshëm të punoj për marrëdhënien tonë dhe të shmangim tensionet në të ardhmen. Dua që kjo të jetë një hap drejt qetësisë dhe mirëkuptimit mes nesh, dhe jo thjesht një bisedë e zakonshme. Gjithçka zhvillohet me qetësi dhe respekt, duke I dhënë mundësinë Albës të shprehë mendimet dhe ndjenjat e saj, dhe Labinoti sigurohet që çdo keq kuptim të sqarohet plotësisht. Ata përfundimisht ndihen më të qetë dhe më të lidhur, duke e ditur që çdo gjë e mbetur pezull është sqaruar, dhe tani mund të vazhdojnë marrëdhënien e tyre pa tensione dhe keq kuptime. Hygerta nuk e ngriti zërin menjëherë. Dhe kjo ishte ajo që e bëri momentin edhe më të rënd. Ata ishin ulur në sallonin e madh, dritat e forta mbi kokë, kamerat të palvizshme, publiku I padukshëm pas xhamit. Alba po fliste ende, me atë tonin e butë që zakonisht fitonte simpati. Duke je lodhur, pothuaj e thyer. Një figurë e pastër e viktimës së radhës, Hygerta e shikonte pa e ndërprer. Me duart e kryqëzuara, shpinën drejt, sytë e palëkundur. Kishte pritur. Kishte dëgjuar. Kishte parë se si historia ishte shtrembëruar me kujdes, pastaj foli, dëgjo, tha qetë, por mjaftueshëm fort sa të gjithë të ndalonin frymën. Mbrëm dole para publikut si viktim. Alba u shtang. Çfarë po thua? Hygerta u afrua pak. Jo për ta kërcënuar. Për ta detyruar të dëgjonte, po ta them në sy, pa kamera që të shpëtojnë. Viktimë e ndërtuar. Me lot të zgjedhur. Me fjali të llogaritura. Një murmuritje kaloi në dhomë, Alba u përpoq të buzëqeshte. Nuk e di pse po më sulmon. Sepse nuk po të sulmoj, ja ktheu Hygerta. Po të çmontoj. Heshtje, ti nuk je ajo që po përpiqesh të dukesh, vazhdoi ajo. Dhe mbi të gjitha. Nuk je aq e pafajshme sa do publiku të besoj. Alba u ngrit në këmbë. Mos guxo, do të guxoj, e preu Hygerta, tani me një ton më të mprehtë. Sepse dikush betyr ta thotë. Ti je thjesht goma rezervë. Fjala rarën, goma rezervë e limit, shtoi, pa e ulur shikimin. E përdorur kur I duhet, e harruar kur nuk I hyn më në punë. Alba u zbardh në fytyrë. Ti nuk e di çfarë flet. E di shumë mirë, tha Hygerta. E di si rri pranë, por gjithmonë një hap mbrapa. E di si shfaqesh vetëm kur dikush tjetër mungon. Dhe e di si e shfrytëzon rolin e viktimës për të marrë simpati. Lotët I erdhën Albes, por këtë herë nuk dukej si strategji. Dukej si çarje, ti po më gjykon, përshpëriti, jo, ja ktheu Hygerta. Po të përshkruaj. Ajo u kthye nga të tjerët. Problemi nuk është se dikush luan lojë. Ky është një reality. Problemi është kur dikush e shet lojën si dhimbje reale. Alba uli sytë.
Për herë të parë, nuk kishte fjalë, Hygerta mori frym thellë. Publiku mund të mashtrohet për një natë. Ndoshta për 2. Por jo për gjithmonë. Ajo ul sërish. Qetë. Pa dramë. Pa lot, dhe në atë moment, Alba e kuptoi se roli i viktimës ishte më i lehtë për t'u luajtur se sa për t'u mbajtur. Parku i vogël ishte mbushur me erën e njomë të dimrit dhe aromën e kafes që vinte nga kafeneja përballë. Ata u ulën në stol, ku dridhjet e trupit shpesh zëvendësonin fjalët. Leon shikonte fytyrën e Elirës, duke u përpjekur të lexonte çdo emocione që ajo përpiqej ta fshehte. E di, tha Leon, duke thënë fjalët që dukeshin të thjeshta, por rëndonin shumë. Ndonjëherë mendoj se çdo gjë që bëjmë është më e bukur kur je pranë. Elira buzëqeshi, por zemra i rritë fort. Po ndjej të njëjtën gjë, tha ajo, duke u munduar të duket e qetë, por nuk ia doli, një heshtje e ëmbël ra ndërmjet tyre. Fllati i natës përplasej mbi fytyrat e tyre, duke i bërë të ndjeheshin më pranë njëri tjetrit se kurrë. Leon ngadalë ngriti dorën dhe preku butësisht faqet e Elirës. Ajo ju afrua natyrshëm dhe për një moment të dy harruan kohën dhe vendin, duke qenë thjesht njëri pranë tjetrit. Më pas, ata filluan të ecin përsëri. Çdo hap që bënin së bashku dukej se i afronte më shumë. Leon i tregoi një rrugicë të fshehtë që pak njerëz e njihnin, një vend ku dritat e qytetit përhapen butësisht mbi parkun e vogël dhe tingujt e natës duket se bëhen më të qetë. Aty, ata ndaluan për të parë yjet që dukeshin të shndritshme mbi qytet. Elira, kam ndjerë gjithmonë diçka për ty, tha Leon, duke i kapur dorën me forcë të lehtë. Por gjithmonë kisha frikë ta pranoja. Elira ndjeu një val emocionesh që i mbushën syt me shkëlqim të bullë. Unë gjithashtu. Gjithmonë e kam ndjerë këtë, përgjigjej ajo, duke mos larguar dorën nga e tij. Por ndonjëherë frika na mban larg asaj që duam më shumë. Leon buzëqeshi dhe afroi fytyrën e tij pranë asaj të saj. Nuk kishte nevojë për fjalë, shikimi i tyre foli më shumë se çdo deklaratë. Një ndjenjë e butë, e ngrohtë, filloi të përhapej ndërmjet tyre, duke e bërë natën më të gjallë se çdo diell i ditës. Ata u ulën përsëri në stol, duke folur për kujtime të vjetra dhe ëndra të reja. Dialogu i tyre ishte i qetë, por çdo fjalë dukej se sillte një magnetizëm të padukshëm, një afeksion që bëhej gjithnjë më i vështirë për t'u injoruar. Një fllate erë solli aromën e pemëve dhe drurve të parkut, duke i bërë të ndiheshin sikur ishin të vetëm në një botë tjetër, larg çdo shqetësimi. Leon e kapi dorën e saj përsëri dhe këtë herë e mbajti më fort. Elira ndjeu një dridhje të ëmbël që i përshkoi trupin. Ishte një ndjesi që nuk mund ta përshkruante vetëm me fjalë, një përzierje e afeksionit, dëshirës dhe diçkaje që thjesht duhej të ndodhte.